maestro Jani dhe djali i tij Kevi me doktor Skerdi Faria, datë 23/4/2026, skena 1 tek 1 çak. Sa ty, qaf, tu i ko. Përshëndetje të dashur mikesha e miq. Kjo nuk është thjesht historia e një ustaj, është rrugëtimi i maestro Janit dhe do të tregojmë edhe pse quhet kështu. I ati oficeri që refuzoi të godiste popullin e tij dhe të djalit të tij, Kevit, fizioterapistit që zgjodhi shkollën e jetës krahas babait të vet. Një rrëfim që nis me bimedicinale në fëmijëri dhe kalon përmes minjerave të Bilishtit dhe maleve të Greqisë. Për të kthyer sot në një histori suksesi ku puna e rënd takon detajin e hollë. Dhe do të tregoj pikërisht edhe detajin me mua. Sot ju ftojmë të njihni dy breza që provuan se forca e familjes dhe nderi i zanatit mund të thyejnë çdo barrierë. Faleminderit që merret në Catecast Mastro Jani, edhe faleminderit Kevin, i biri i Mastro Janit, i cili është mastro për vete tani. Faleminderit dhe juve, doktor. Si ju kam një herë? Dhe suksese, shumë mirë. Mirë, si vajti puna sot? Ku ishit sot? Çfarë bët sot? Punën e përditshme duke lyer. Tu ishim në Tiranë. Lyem disa garazhe sot. Kur filluat punën? Çfarë orë keni filluar sot? Se kur ishte fillim me rreth 8. 8 të mëngjesit në punë. 8 në punë. Dhe deri në çfarë keni? Deri më 3:30 jemi në punë, derisa ndrohemi drejt rregullohemi 4. Po, deri 4. 8 me 4 normal. 8 me 4. Pra nuk punoni punë të gjatë. Sipas rasteve. Sipas rasteve. Kur e do, po normali është 8 me 4. Po. Pastaj ka punë që je detyruar të ishe më gjatë se tash shtëpinë tjetër nuk e re do të pa mbaruar për 1 orë, 2 orë t'ja lesh tirish një ditë. Ah, okay. Nga të kemi mastrë? Tani unë më origjini jam kuksian. Kuksian? Po? Nga bica e Kuksit, por kam lindur në Bilisht, rritur në Bilisht, martuar në Bilisht. Po, edhe fëmijët në Bilisht ka lindur? Fëmijët, jo. Pastaj nga Bilisht jam transferuar në Laç, dhe fëmijët i kam lindur në Laç. Ah, në Laç, Laçjan. Në ç'vit ke lindur Jani? 29 korrik 67. Je 67-s. Okej, unë jam i 71-shit, je pak më madh se sa. Jemi brez tjetër neve. Ky është si ti apo jo? Ky brezi sot, sa vjeç je kemi? 26. 26, është i ri. Po të bëhet fjala për pyetjen për brezin. Po. Jo, si brez, nuk jam tamam si brezi jon. Po të bëhet fjala për çunin tim deri diku, jo se kam çunin tim, po e shoh minutë sekondë dhe e vlerësoj. Kurse po pse nuk janë njësoj si brezi jon? Mbase kushtet, mbase rrethanat, mbase jeta siç ka ardhur ndikon, zhvillimet, gjërat. Por ne kemi qenë çik më të vuajtur dofta dhe na ka dhënë një ndjenjë aprimiteti me shokun, me mikun, me këtë, kurse këta ndjenjë çik si janë më të lartë. Rri në celular ti gjatë ditës? Po rri, konsiderueshëm. Rri shumë në celular. Po mbas punës, gjatë punës nuk është ka shumë nerva. Jo, le të bëjmë punën, jo të. S'të lë mjeshtri këtu. Jo, s'të lë puna më shumë se nuk le mjeshtri. E ka marrë edukatën e punës tani. E ka marrë. Ka kaluar atë pas. Nëse qëndron telefon, nuk bëhet puna. Po. Dhe ishim brez që rrini me njëri tjetrin, nuk rrini me telefona. Se s'kishte telefon. Nuk kishte telefona. Biles mua, unë kam telefonin për punë, e përdor shumë për punë dhe kam vënë re që jam bërë nga një herë të proj, sepse për te punës edhe më hallakat telefoni. Këto rrjetet sociale unë i përdor për punën, por edhe më hallakasin. Por kam forcën që e lë, nuk merrem fare me të. Ishim ca ditë me familjen për shembull në Prag, në një 3-4 ditë andaj para një viti, dhe unë thash familjes, unë do ta lë celularin në dhomë të hotelit, dalë me ju gjithë ditën, njoftova stafin këtu që shikoni, qofse ka ndonjë diçka që ju duhem patjetër, kam celularin e tim me shoqe. Unë për vetes për marr me vete fare. Kështu që mua më keni dispozicion për gallat, u thash familjes për po kishe dalë për familjen pra?
Kur je për punë, kur je për familjen, duhet i përkushtohesh familjes. Futesh nga telefoni. Ne sot i kemi ngatruar çik gjërat, edhe ne i bëjmë lëmsh. Ti e përdor çik celularin? Absolutisht, vetëm për telefon. Okej, ku diun, internet në celular apo jo? Internet sigurisht se duhet për kështu, po pothuajse unë nuk e përdor fare. Ti s'ke rrjete sociale apo? Absolutisht, nuk e bile më fal, dhe ato të para që ke hedhur dikur, të tjerit mi kanë thënë nuk i kam parë unë. Ato video që kam hedhur. Nuk e përdori, po thuaj se fare, përveç se telefoni. Si ka qenë fëmijëria jote, Jani? Po, ç'po bën të babai, do të thonë që kam qenë ushtarak, ka qenë dhe është transferuar në Bilish, domethënë. Kam marrë shkollën, ka qenë ushtarak. Vajti aty që djaliri, u martua dhe ai nuk lëvizi nga Bilish. Gjeti nusën nga Bilishti? Po e gjeti dhe atje gruan, domethënë nenën time era me pastër dhe u martuan aty. Po ishte oficer kufiri? Jo, jo, ka qenë kambale, si që i thoshin dikur. Çfarë do të thotë kambale? Kambale ishin ato... Kambale ishin këpucët. Po ndadhoshe forca toksore, po i themi. Po, okej. Qushin kambale, marincat po qushin marinca, më kupton? Kurse të kufiri qushin kufi, e kupton ishin të ndara këto të treja, dhe aviacioni. Po. Tjetër gjë. E ishte toksor? Ishte toksor. Kishte grada? Ishte artilleri. Po, në atë kohë i matë ka 4 grada. Po, që grada ishte? Dile unë ja kam arritur në garderop. Po, se i hoqen gradat. I hoqen gradat, asaj. Po, në mos gabohem, se tashi, orën dinem babaj ka qenë kapiten. Po, kapiten. Edhe, si ka qenë jeta në familjen e një ushtaraku? Sa fëmijë keni qenë ju? Kemi qenë 3 fëmijë, 2 vëllezër, 1 motër, unë jam i madhi, kam një vëlla mbas meje dhe pastaj motra. E vështirë. Goxha e vështirë, dhe sidomos nena ka mbajtur goxha pesh, se babi jo me shërbime, sidomos deri sa ne u ritëm, po ta quajmë, kështu që dhe ai pastaj zuri stabilitet një çik, se kur janë të rinj, ushtarakët sa ndek te jo me shërbime, jo mbrapa pastaj vjen një moshë që bjen breziri dhe ata të iqen pak, bjen pak rehat, po deri në atë kohë ka qenë shumë e vështirë. Nena sa në punë, sa në shtëpi, sa ndej, sa këtej. Pse më thua që ka qenë e vështirë? Për te i mungesës së babait që e shikoje pak, çfarë ju mungonte? Po shiko. Ishte vështirë kohën verit, tamam. Nuk ishte thjesht pjesa se ishte thjesht kohën verit, patjetër. Po. Amen ajo konte ai gjendjen përgjithshme që mos flasëm si për ekonomisë në anën sociale të gjitha. Po babai është shtylla e familjes. Po. Dhe pikërisht mungesa e babai. Mua unë bëj autokritik me këtë rast vetes për ato kohë tani, po më solli që të devijoj pak në thojza nga edukata që kërkonte fëmijë të 100% i madh. Që nena nuk e plotësoj dot, pse luftoj shumë. E di çfarë ke aty para? Ke një tas edhe ke këto shiringat. Kështu shiringat janë lëng frutash. Kështu që merre zbrazë shiringën tek tasi, se kështu e kemi zakon këtu neve. Mirë. Dhe ti pim, dhe shiringat i lëng te ky tasi tjetër këtu. Po mirë. Këtu janë tasat e sallës operacionit, ha? Me thënë të drejtën, ama nuk e kam era këtë punën. Jo, këto janë të sterilizuara, këte i përdorim ne në sallë operacionit për operacionit. Po pim në për klube që... Ja këtu. Me gjitha të e pi, vërtet, po jam i qenë se pi një rakia dhe është veti si vektus. Pi në qik rakia për jo? Nga pak. Okej. Ja gëzuar mirë se na erdhët. Po ja, mirë se. Gjitha dhe suksese. Sukseset ju e të mbashme. Gjithashtu. Gjuarësimi. Ta kisha dit, ta kisha mbush me raki. Kurse këtu janë proteza, Jani, po u stresove ndoj qik, kapë dhe loza, tu janë ato që vendosim këtu të cicat. Po vetëm ne, atëre njët një dy që ti kem të punë. Çfarë më nga fëmijëria jote që të ka ngelur në mendje në kujtesë? Një kujtim të fort, qoftë negativ, qoftë pozitiv. Po të vazhdojmë këtu bisedën ku e lam të edukata që deshte mi të babaj. Si pak çak kanë po ta quajmë veten.
ose i prap që na thoshin e dikur. Se kështu na thoshin, jo çap kanë. Se ke I qenë i prap, prapti. kështu na thoshin ne kalamajve, televizor po të quajmë. Baba e bidat vit ishte tani po kujton tamam ishte në akademi. Po. Në akademia për 2 vjet dhe ishte goxha i shkëputur nga shtëpia dhe unë atje gjeta kohë të lirë për të shmangur pak. Dhe kur u kthye mori vesh se lajmërovi nëna që vorrë tha ka ikur një pikë që duhet ta treqësh që Sa vjeç ishe? kam qenë klas 8. Okay, 14 vjeç, pak a shumë. Po. Fëmiria ishte Jo, klasë 8 janë 6 plus 8, 14. 14. Mund të flasë në gjë për më përpara, po fëmijë. Po, okay. Që mos i kështu edhe ka erdhur, nuk më ka folur asnjë fjalë. Më ka marrë, më ka çuar ke berberi. Po. Më ka ulur në karike si që jam sot këtu me ju. Dhe unë normalisht isha i qetur. Dhe kujtohet se do qethesh e babaj se shkomin bashk në përgjithësi kur qetheshin. Po ai muli mua të parën edhe ja bën me shenjë po unë e pash nga pasqyra. I tha bullu. Kujtova se bëri shaka. Ai berberi vuri makinën edhe si ardhi këtu, hika. Hik tani më tha. E kuptova. Nese u denta, patjetër, më qefi, se kuptoja unë dhe po prisha sa dal nga berberi të them pse të paktën. Të bëri tull fare. Tull fare, shkurt dëbor, në bilisht tullac. Si burgaxhin. Vetëm burgaxhint ishin atëre, vetëm burgaxhint ishin tullac, edhe ushtarët. Po. Edhe sa dola atje thash pse ma bëre. Më kupton? Po se ke kuptuar, tha, derisa të vem në shtëpi, tha, mirë ta kuptosh. Ka qenë i rrept babaj? Me shikim dhe rrallë me ndonjë fjalë e kryen të punë. S'ka vënë dorë ndonjëherë. Absolutisht. Nana më ka hequr. Po më e tak. Nana më ka pus mirë mo, jo. S'kishte dhe faj. Tër bara i binte asaj. Bile ka qenë me shëndet jo të mirë. Kupton? Ka pasur probleme me kurizin. Sa unë kam qenë fëmijë që përpara këta e kam ndihmuar për të larë shtëpinë, për të dar robat për të shkoj ai mbushau se ishte ujë jashtë. Jo vetëm i prap, po ke qenë edhe punëtor, do thënë. Ashtu nuk kam qenë flas që unë duhet isha akoma më mirë. Po. Me atë që pretendonin prindit, po jo se kam qenë shumë arapçi. Po mësoj në shkollë ti apo? Po. Këtu ishte devimi i parë që bëri mat. Se nga nxënës i 10-s deri në klasë të 8, përfundova te 6-a dhe po ikja për poshtë. Prandaj të rrojti kokën ta bëri. Prandaj ma. Po çfarë dënimi tjetër të ka dhënë babai? Po i marrë me radhë atëre me që po vim kështu, hajde, ne kemi në këtë linjë. E njëjta histori mbarova gjimnazin. Edhe pse mbas klasës së 8 u sforcara për ta kapur veten ku isha me mësime. Po ishte që ke vështirë se kisha bërë një ndek të madh. I tha të arrita deri diku te 8.7, 8.8, 8.9 mesatare në gjimnaz. Dhe do ikja për shkollë. Për shkollë të lartë? Për shkollë të lartë. Një po me atë mesatare ishte pak e vështirë për të dalë shkolla. Ishte konkurencë në bilisht, të drejtë. Dhe unë nda një bitë shtash. I matë më mundoshe të më regullon të një punë të letë, po i themi të mos shkomim në punë fizike ose kështu. Mi po fillova prapësit. Qa bërë në gjëtë veçanë që... E bëra një shërë, bëra një shërë të keqë, në mes të qytetit edhe... Qa shërë, si ishte puna? Për qa u zot? Po mira, po e fel në bjafë, po kalon një komshia inat, dhe 3 ushtarë, korçarë qytetarë ata, dhe ata kishin dalë nga burgu dhe kishin ushtarë të prapambetur, duhet bënin ushtrim me detyrim. Ishin burgaxhinja? Burgaxhin, dhe ata sovorradeshin bibilisht si fliste kërkushse, kishin ardhë venë... Mi po nga smoj një komshirti. Dhe unë i fola. Ju fola si bilishtarë mbi, si komshi që e kisha, si në qik prapë që e kisha. Po e duke ditur që jam djali filani, thash nuk do ma kthejnë, do kalojnë. Sepse të njifti në bilisht, i njërë, do të dhe babaj... Po pati. Bilishti po thush se njifneshin të gjithë. Dhe ata direkt e ma kërciti. Si ishe vetëm ata të tre? Unë jo kisha dhe një shok praktikisht, pa shokur nuk qyqyr që sufur. Unë rash të tokë moti dëbor, po edhe atë ka qenë dëbor, ma pa vetë si thoshin ne rrugë dëbor e shkrirë. Dhe si që rash atje ka pa një gurë rastësish,
Dhe si që ka paguar ja kërcita me gurën, ja thema unë. Po. Jo pa problem pastaj, që ta mbylli. Mirë po qëllovi problemi përveç në qytet, Po. se në atë kohë ishte qik problem, policia të vetën e kupton këto... Të kapi policia ty? Jo, nuk mund të më kapnin në kuptimin e saj për hatër të timetje dhe Po. për kaqe gjë, po e kaluan sa më keq e kaluan çështjen në repart, se baba ishte ushtarak brenda brigadës, ishin e kupton, në thojë se ishin ushtarët e vet. Po. Dhe u bë mbledhje e madhe aty. Këta ishin ushtarët e vetë, babait të. Po të brigadës, jo Po. të drejt për drejt, po Po. që ishin brenda dhe u bë atje mbledhje e madhe. Po. Atje vun me shpatulla pas murit i madh në të dy akrat, Po. se isha ose vepsiu. Dhe ai më merr, shkon te kryetari i komitetit me lenë e punës për në minjerë, pa ditur gjuhën, unë prisja punë të mirë. Po. E, Berisi jo Van Bregu, mere atë letë e punës tha dhe shko tha ta shinisë. Ty tha. Shkoj te komiteti, ja, i them për mirë plet në punës, po nuk e djau që isha akoma për në minjerë. Po. Ati u be pasova dhe pasaj ma bërima ti që të thash. Tani ta shpjegojmë çika për ata që na ndjekin se ky e din, ja ke shpjeguar këto gjëra ti, Po, por që atëherë në kohë të Enverit, në kohën e komunizmit, nuk gjeje punën ti, shkoje vetë dhe gjeje punë ku do Po, doje. po kete drejt. Kamarier, jo po shofer, jo po kështu ashtu, por asë kohë shkoj në komitet Kërkoje punë. ekzekutiv Po. dhe Komitet kërkoje ekzekutiv. punë dhe Të regjistronin kaq. të regjistrojnë të jepin një flet punë tonë do shkosh do punosh atje. Pra ku ti Ku të ke- bëjsh atyre. Po, ku të ketë nevojë atë. Nevoja dheu. Dhe në qoftë se ti thoshe jo, po se dua këtë, atëherë atë i kishe punët keq me Ishte pak e pamundur ta po, thoja. me partin sepse haj edhe burgun. Do të thënë në qoftë se ti refuzoj të shkojë të punoje, mund të përfundoj edhe në burg, se Dhe- miki ku diun Nuk- këto gjërat e tjera. Nuk ndihmon populli. Po, po. Edhe Dhe kjo ishte dënimi më i rëndë që më ka Në bërë qojnë babai, minjerë, në qojnë minjerë. çfarë minjeri ishte? Ishte minjerë ekur në Kelit, në Bilisht, sa ishte hapur, kishte një 6-7 vjet atëre minjera, E si ishte? me rrezik. Si ishte puna në minjer? Çfarë ke bërë në minjer konkretisht? Kam punuar me lopat. Po. Më futi me lopat sepse më vun për të siç tregova për të numëruar me hatër ai. Po. Se më pa dhe djalë të ri ardhi keq se më poshtë, sa kishim dalë nga shkolla, sa kisha dalë nga shkolla. S'kishte asnjë moshatarin tim 18 vjeç. në ishte minjerë. atëherë, Po. S'kishte u shkonin brezi i ri, domethënë bëshe luftë për të quar. Po. Ose dushe në njerë ta dënoni që ta qoni. Edhe ai inxhinieri më lap jashtë. Mirë po e mori babai dhe i tha gjota unë e kam sjell për dënimër, e tha, nuk e kam sjell për punë. Po. Prandaj do ta shosh ku është fronti më i vështirë. Po. Ndryshe ai mund të më rshkas nga duart. Dhe Dhe puna- vërtet- puna të kalit. Punova, të kalit dhe të edukon. Po. Puna, çdo lloj pune. Po. Sidomos një punë e vështirë të kalit dhe të edukon. Të kalit të jep durim, të jep besime në vetë. Disiplinë. Disiplina po e po. Sidomos ku në minjerë. E ti punoj me lopat aty në. Me lopat, shty vagonat, një tonë ishin vagonat, i Po. shtymin, i nxirmin, i shkarkomin, i ngarkomin. Aty Edhe tropimet i vogël kështu edhe e puna dhe punoj fort. Kush të pyes se tjetri donte të merrte ata ishin familjar, mirë unë isha beqar, po ata ishin familjar duhet të bërë norma, do ishin në kalamajt. Po, Plus dhe- që edhe sistemi duhet i nxirrin vagonat patjetër, po, plani. plani. Po. Dhe pastaj si përfundoi kjo çështja e minjerës, sa kohë qëndrove atje dhe Një vit, një vit i një bërë. vit, i bëra një vit dhe pastaj të vim tek ajo do më rezultati që dha ky dënim. Po. Mbas një viti, më thot i madh do të shkojnë në shkollë bashkuar, thot se natë mesatare që ke ti, vetëm atë shkollë mund ta fitojmë, se nuk e kisha bërë kërkesë. Po. Shkollën e bashkuar kur e bëra kërkesën e parë. I thash unë, ç'të të bëj që më ke futur në minjerë, se ti në shkollë të bashkuar mua nuk më shtuaj për 100. Po. Dhe unë e detyrova ta pranoj të veten në shkollë të bashkuar, që do të thotë që i dha frutet e veta ai dënimi. Po. Do të thotë që unë isha pjekur, le të themi, për atë që deshte i matë. Që të bësh edhe ti oficer. Si babai, sepse se kishe mesatarën për këto degët e Nuk e kisha Tjera për dekt të- shumë të ashtu, po shiko dhe shkollë e bashkuar, pastaj kur e pash, po, se koncepti nga jashtë gjithkush kush nuk ka qenë atje, ka një koncept ama se shkolla e bashkuar, ama se ushtar, ama se e kupton. Shkolla e bashkuar ka qenë një universitet më vete. Po. Ka patur pedagog jashtë masë të mirë, te masë të mirë, dhe janë të gjitha dekt e inxhinierisë
që ishin ishin janë të gjitha në shkollë bashkuar. Po, Në kishte bazë një të çdo. formim, Absolutisht, bile disa pedagogë vinin dhe nga jashtë. po. Vinin dhe nga jashtë. Për shembull, pedagogu im i matematikës, që mos ju interes, në qatë të këtër mas. Po, dua të di, në fëmijëria jote, keni vuajtur, keni sakrifikuar, kur ke qenë i vogël, prindrit e tu, për shembull, a kishe për të ngrënë në bab? Bravo, ja, se shko. A për të veshur? Vërtet ato rrogat ushtarakët, po t'i themi deri diku, nuk kanë qenë të këqija në krahasim me klasën punëtore apo me kooperativistët, të themi atë qerë. Por gjithsesi prap nevojat familjare dhe me ato nuk plotësohesh. Mamaja ç'punë bënte? Punëtore. Punëtore në fabrikë? Jo, ka qenë një punishtë në ëmbëlsira. Po, të ëmbëlsirave. Punishtë vogël ëmbëlsira aty. Sa kishte rrogën mamaja, sa kishte rrogën babai? Po mamaja në atë kohë ka patur 4.000 lekë rrogën në muaj. 4.000 lekë. Kurse babai ka patur 8.700 lekë. 8.700, po, ka qenë 8.500 ka patur babai që ishte drejtor shkolle. Ja. Intelektualet po t'i quajmë kështu ishin te 7.500 lekë si dhe lartë. Po pra rreth 13.000 lekë me një familje me 3 fëmijë, 5 vet. Jo, Ju të pesë ishit në familje apo kishit edhe Jo, s'kishin. Nuk kishin, se gjyshit nga babai ishin në Kukës, kurse ata ishin në fshat. Pa të shpinë atje në Bilisht u dha partia, u dha shteti. Të shteti. Po. Sa madhe ishte shtëpia? Pa një dhomë gjumi edhe një guzhinki që ishte me një aneks të bocki. Po, ato shtëpita. Ka që ta saj kohë ishin ndërtim vullnetar nga ushtarët, ishin berë, një tullë këtu e një tullë atje aman. E kishin ndërtuar të burgosurit e kishin ndërtuar apo kishin burgosur? Jo, në Bilisht nuk ishte të burgosur, po e kishin ndërtuar ushtarët, se i bënin proficerët. Po. Pra meri ushtarët a i bëshpi. Po. Edhe ishte dhe ftohtë atëherë në Bilisht, me që ngrojshin me sop, dru. Me dru. Po dhoma e gjumit më kërcisi dhëmë. E vështirë ka qenë familja. Bile me që po flasim, çantat e shkollës. Kam çantat një në 2 vjet, 3 vjet që a që çomin, po flas çantat, librat, rrobat. Çdo vit fëmia ka kënaqësi ta ndroj, pavarësisht se ato rrobat atje ishin ti njollojt apo. Pak ta ndromin. Te kishin çik më të re. I kemi nxjerr vet, kam vajtur për lulka i thoshim ne dikur ose bimë medicinale që quhen tani. Po. I nxjillin vet. Çfarë mblidhen ti me bimë medicinale? Na ndeka patur plot. Me thënë të drejtën. Dhe po të them unë, atje ka patur shumë njerëz lulikuq. Lulikuqe, po mullaga? Mullaga. Po. Lule shqerka që i thoshim ne kamomili që aty juve. Kishte skrip, kishte barzim. Po këto që thoshin gjurmushke, ato që ishin formë si gjurmushke i thoshin, nuk e di se kemi mbledhur edhe neve. Patjetër, thundërmushka i thoshin. Thundërmushke se ti the gjurmë mushke ne thoshin thundërmushka mbas ujrave mbas ato po, thundërmushka patjetër. Po ne shkomin më shumë në thonjza se ishin fëmijë të vegjël dhe shkomin pas lulekuqve. Po. Sa ata shiteshin dhe më shtrenjtë. Po. Mblidheshin më kollaj. Thaheshin më shpejt. Vetë se ishte çike vështirë se ishin vetëm në përgrura, apo kush lindet të shkelje gruri. Ikmi më 2 të natës, i mblidhmi gjemi 5-6 edhe kur na pullonin ato roje tikmi më. Sa vjeç ishit kur? Po kam filluar, mbaj mend që ikja që klasi 5-6 fillojmë ikmi në grup shokësh. Po. Klas 5-6 i bie do thon tek 11-12 vjet. 11-12 vjet. Po ti kur ke filluar punën e parti? Po diku te 15-14. A ti vogël ke filluar. Çfarë ke bërë parë? Me babin. Mori përveç këtë tak. E di pse komita. Një arsye që bëri gjyshi me babin, një minjer ma ktheu resto në mua. Se si ishte puna, ça? Po edhe unë me mësimet nuk është që isha shumë mirë, domethënë. Nuk është që kam shkëlqyer ndonjë, që është e vërteta, po që atëherë po e lëshoj akoma më shumë. Edhe për të tërhequr vëmendjen që thjesht më thoshte që nuk është kjo jeta që po mendon ti. Atë të ballafaqoj unë dhe shikoj pastaj këtë zgjedhësh. Edhe morim punë. Në Bilisht apo këtu? Jo, në Tiranë. Këtu, jo. Unë thoj se jam rritur këtu, domethënë në 2000 jam shpërngulur, në 2000 jam 2 muaj kam ardhur, prandaj. Po. Edhe mori me vete, nuk është që më bante me atër, se mori për dënim kur i themi. Sa veti kishe një grup pune, do të që punëshit bashkë? Po ishim një 6 veta. Po që objekti ku më la mua isha vetëm mu. Më çonte në mëngjes edhe më jepte bukë, më jepte ujë, më jepte ato 2 lekë që po të desha gjë të merat e dyqanit që
Edhe pastaj më thoshte në orën 4 do vijon, mirë pafshim. Kaloje ditën si duash. Ti je djali i madh apo i Unë jam i vogël. I vogël, po i madhi ishte më i urtë, më i mbar, I madh është pak më i urtë, më i mbar, mëson më shumë. Po. Shumë më shumë se sa unë. Po. Edhe nuk ka pasur nevojë për. Të madhi nuk e dënoi. Po s'ka pasur nevojë, nuk ka lënë hapësirë. Ai e plotësonte detyrat e vetë deri diku. Ishte Nëse unë nuk ka bërë mirë apo ka bërë keq? Ka bërë mirë, ç'është e vërteta. Domethënë muli shumë shpejt me këmbë tokë dhe pash realitetin që si është. Nuk ka lidhje bën shkollë, realiteti është ndryshe, domethënë. Kur del nga bankat e shkollës, ku përplasesh me një gjë që është ti ndryshe ç'e pret. Dhe ishte mirë. Shiko, është diçka jashtëzakonisht e veçantë që të gjej sot një prind i cili e merr djalin e vet kësaj moshe, merr për veshi edhe e çon në punë të punojë së bashku me to dhe jo punë do kudo, po kjo është punë e vështirë, nuk është punë e lehtë kjo që. Jo, patjetër që është e vështirë. Dhe djali ta pranoi këtë gjë me kokë ulur, me përulje dhe ta bëj këtë. Thashë kisha shumë qejf, ç'është e vërteta fillim, po që si reagove kur të mori? Ishte reagim, thjesht ishte për brenda reagimi, nuk mundet të shfaqi. Nuk ta mbante ti Ja, ka qenë ajo. Te ka treguar ndonjëherë për vitet e veta këto gjëra, këto dënimet që i ka bërë baba vet, që Po patjetër. Po këto mi tregoi më pas kur unë arrita ta kuptoj që pse ishte kjo tërheqje në punë, domethënë me zor. Në thonjza që më thiri. Si ka qenë dita e parë? Shkoj, javën e parë, ç'është e vërteta, nuk është që po e vija veshin, nuk është që po interesohesha për punën, thjesht ishte thosha që do mbaroj kjo pjesa e verës, se gjithmonë në periudhë vere më ka marrë, pastaj shkoja në shkollë. Edhe atëre thjesht qëndroja, rrotullohesha në për objekt kot, po pastaj filloi që të më kërkonte llogari, pse nuk është përfunduar ky procesi këtu që të kam lënë detyrë, pse nuk është bërë kjo dhe atëre duke më treguar edhe që shkoj unë paguajm për këtë, domethënë nga këto vijnë të ardhurat, nëse nuk e bëjmë këtë punë, nëse nuk ecën ky proces, ngelen të ardhurat, ngelen kjo dhe më futi pak më shumë në përgjithësi. Dhe pastaj ishe 14-15 vjeç, do thënë kuptoi, do thënë se çfarë ishte përgjegjësia. Po, se kuptoja, po që në tërësi e merja vesh diçka të vogël dhe që dushe bërë domethënë ajo punë dhe fillova pastaj pak nga pak, nuk është që kishte shumë rëndësi cilësia. Se edhe vetë atë më kërkonte mos bëj cilësinë, domethënë thjesht mësoje. Mësoje, se të tjerat i rregullojmë ne me çuna, domethënë punëtorët e tjerë grupi. Ti thjesht bëje se gabimet e tua të mbulojmë ne. Ishte rëndësishme që të mësonte punën, domethënë çfarë në radhë të parë. Pjesa ishte domethënë sinqerisht shumë e thjeshtë që u shpreha fillimisht e mbajmë. Do vish që këtë 2000 lekë 2000 lekë ju dukesh e pak tyre, por ne që punonim në ashtu ishte do më 2000 sot, 2000 nesër, ishte shumë në thonjza, po e quajmë të vjetra, po plasin kur u ishte ky 14 vjeç. Po hajde ti tash shikosh si del ky, që ky të mësonte se po më hiqte. Pra edhe që shikonte si deloj 2000 lekë, se është në sporti kovaj. Po pse po tikte, do thënë sepse nuk po mësonte, po binte në vend të grishe, në mesatare, siç ishte i pari për shembull, edhe i ka qenë gati ekselent. Po thua se ekselent. Po ti hoqe totalisht nga shkolla apo e morë në verë? Jo, vetëm në pushimet verore. Fillimisht me pushimet verore në shkollë. Është e vërtetë dhe çdo të shtunë të diel. I kanë patur detyrim të vinë largonte nga shkolla, po që po e kisha pastaj. Po vura mend sepse isha sa po mbarova klasën 9. Desha ta lej pa gjimnaz. Desha të linte pa gjimnaz, jo për arsyeën që mos bëja gjimnaz, nuk e kisha ashtu, po thjesht nëse ti nuk po mëson, skepse të humbish atë 3 vjeçarin kot, hajde mëso zanatin dhe vazhdo se si ta bësh gjimnazit, si mos e bësh ti do vish te zanati prap. Po sepse si për gjimnazi si për asnjë gjë, kupton? Prandaj, por që mua më shumë më thiri shoqëria, domethënë jo se kuptova interesin e gjës, por që vajta bëra gjimnazin, dola mirë, është e vërteta. Më erdhi leksioni para kohë. Po pastaj fillova që të shkoja çdo verë, çdo 3 mujor, sa mbaroja shkollën, shkoja deri në ditën që fillonte shkolla. Domethënë një javë para shkollës unë ndërprisja punën që përgatitesha për
për shkollë që bëja këto libra, veshje, jo gjëra, gjithmonë me lekët e mia. Domethënë atje filloi shkëputja ekonomike nga prindërit. Domethënë 16 vjeç unë thoj se jam shkëputur totalisht. Që ato ditë nuk pa më mendje që ti kem kërkuar më lekë. Ja. Do ketë qenë shumë e rrallë. Është bërë burr, është pjek. Do ketë qenë shumë e rrallë si kem kërkuar lekë. Si ka përjetuar babai yt që ishte oficer këtë periudhën e komunizmit, ka rrezikuar të po di unë, sepse atëherë për hiç gjë edhe mund të haje. Ka qenë një periudhë e vështirë për familjen tonë. Sepse babai ka qenë oficer, ka qenë antar partie. Ju më kuptoni që Po, punë. komunist. Dhe si edhe babai ka qenë antar partie, komunist. Po, edhe po jo. Nëna ime ka qenë antar partie. Po. Mirë po babai foli një fjalë që nuk dushe folur në atë kohë. Dhe ka dojtë çështja politike, se ishte shumë e mpret, shumë politikisht. Po. Nuk dua ta them çfarë. Po thuajmë se çfarë. Po nuk ka asnjë gjë, po nuk e kam thënë as fëmijëve. Okay. Thjesht e mbajmë për brenda, po tha një fjalë të rëndë, po i themi, jo fjalë të rëndë, po ta quaj kështu, po tha diçka të vërtetë për një nga udhëheqësit e byros politike ose cackë më lart. Po. Po më lart ishte Enveri. Enveri dhe Mehmeti atëre po e cilësoj, Enveri dhe Mehmeti po e plas. Çfarë viti ka pas qenë atëre? Tash më bëre vështirësi ta mbaj mend se saktësisht po, ka qenë një 3 vjet para se të vetbritej, po të quhet vetbrajve e Mehmetit. Do të thënë 81-78. 78, bravo. Se në 81 kam kanë dalë në gjimnaz, po 78 ka qenë. 78. 78 ka qenë. Fjalë për Mehmetin ai, apo deri diku domethënë për një nga ata dhe mirë po ja tha një shoku. Po. Ai shkoi ke vendi raportoi. Të nesme nga ardhë policia, ka kap baban dhe e ka marrë brenda. Po. Fati ishte që si plotsovi 72 orë, se në atë kohë po të bëhe 72 orë, s'kishte burnen më pas të nxitej më nga burgu, pa të dënuar. Po. Se sot dofta nuk e di si ligjet dhe mund të bësh në një manovër. Po në atë kohë jo. Dhe ishte fat sepse pikërisht ishte duke u zhvilluar plenumi 7 atëherë këtë se haroj. Se slaj si direktive në veri, e kupton që për sikur zbuti pak. Luftën e klasave. Dhe vetëm nga kjo ka përfituar i madh që vetëm e hoqën nga partia, që hoqën testën e partisë dhe nuk e zhveshën, nuk e futën burg. I hoqën vetëm testën e partisë. Dhe mbeti në mbikëqyrje pati. Kur të përjashtonin nga partia ishte rëndë. Por ishte domethënë ishte në tep të fikës. Po. Sepse ishte drejt për së drejt në kuptimin si quajnë këto për ndikur politik më, do ishte tek ata ekstrem në atë çështje. Dhe rrezikonte mbi 18 vjet burg. Aso koha Enveri sapo kishte mbaruar punë me festivalin e 10-a 14 që ishte 11 ka qenë festivali që 11 në 74. Dhe pastaj ka pas qenë, do të thënë pra ishte Fadil Paçrami, Todi Lubonja, pastaj ishte grupi i pastaj doli grupi ushtrisë. Beqir Balluku, Hito Çako, Petri Dume bashkë me ta, po. Abdul Këllezi i ekonomisë, Abdul Këllezi dhe tjetër se më mend. Dhe pastaj fundit fare, pastaj që po ishte Mehmeti që Riazbiu, Feqor Shehu, do të thonë që këto ishin. Po siç duket u tha ti uli që luftën e klasave se hoqja qafë shumë. Ishte fati jon. Po. Ishte fati jon. Ndryshe nuk dihet si do kishte përfunduar historia ime me që po flasën për historinë time. Po. Që mund na kishim larguar nga bilisht internuar që quheshin e nuk do përse fjala për shkollë të lartë. Po të quan në shkollë të oficerëve, pra në shkollë të bashkuar. Megjithëse babën kishin e cilësoj këtë, më quan pasi në biografinë që shkrojta nuk e shkrojta këtë detaj. Edhe pse ata e dinin. Dhe e dyta ishte që nenën nuk ma hoqën si komuniste. Po, vetëm babën. Vetëm babin e dënuan për atë që tha babaj, se dënuan nenën. Po. E kupton? Pavarësisht asaj, para se ta nxjerrin ato 2 ditë e para i thanë lere ndaje, se ky do iki për këtë pjesë. Po, i kërkuan nuk e ndaj, tha. Nuk e ndaj. Qërroi ajo pjesë, pastaj nenën nuk e dënuan dhe duke patur nenën komuniste ika.
Në fund të kësaj podcast do më thuaj se qa tha baba. Mi, mo ty ta them. Ha, ma thuj tani këtu, ha. Po këtu jo. Po pse mo qa Amo jo, ka nuk po thënë? thua. Lere sepse, amo e kam, të jetën nuk e kam thënë të rjetë. Nuk e kam thënë kalamajve. Mirë, do ma thuaj. Shkaku nuk e kam thënë, do më pse, po ty ta them Po ka që. mirë, çuni e di besoj. Nuk e di çfarë ka thënë. Absolut, do betoj që se di. Do na thuash jashtë telekamerave? Jashtë telekamerave. Mi, po ta them. Ta them. Do ta thuash ta di se çka Ta ka them. po gjyshi. Ta them. Armik i popullit. Ta them. Ja se po çuni prap nuk Ka atë. qenë periudha keqe ajo edhe pas keni Shiko, jo e keqe. Jo e keqe se domon nuk i kam besuar shumë këto gjëra edhe prap unë sikur mundohem ti largoj, po na ruani. Shtëpitë tona kanë qenë kaq sinqerisht, kaq të mund të sa çështjose, të mund ta bani shilar. Po. Dhe në përdritare, domthon që të dëgjoni se çfarë në ato kohë. Po. Se ishin të mund ta shtëpitë dëgjoheshin zërat. Po. Kanë mentor njerëzit, Me kanë xhama qenë kështu tek ka pas. po tek po, Pa e xhama dritare fare. fetrase ku takoheshin, ku hynte, aman doktor. Po. Edhe ke Ka hequr babai ka vuajtur në këtë pjesë pastaj, e ka vuajtur shumë. E ka ndier shumë atë. po Dhe ka ndentur shumë i urtë, po i themi, domthon, pastaj ndale tha se po nga ana ekonomike keni patur vështirësi sepse ka Si pasur një gjithë- periudhë që sidomos ato vitet e fundit të komunizmit pas vdekjes së si Elverit. gjithë të tjeri, në atë kohë kur u bë me triska mishje, orizja, atë sheqerrat, e kupton, ai ishte vështirësi. Su shkomin deri në Ersekore, Po. që mirë makarona. Ato histori të bollit, ardhën të bollit, se shkomin mirë makarona, që i zbusmin me bënin byreka, se s'kishte miell. Edhe një herë makaronë si bërit byrek? Si se di? Jo, se di këtë që. Pak edhe makarona ti duhet i mbash me ato spagetet e gjata. Të gjata, kaq. I mirë. Sa ato ishin brum, Po, po, i fusmin në ujë gratë. po. I zbusnin, i punonin me dorë dhe i kthenin në brum. Dhe atë brum i hapnin e bënin byrek lakror. Jo, se di. Po, imagjino, ardhën të bollin për makarona, thoshin kolonjarët. Ne shkomi, unë isha i vogël, domethënë shumë i vogël, jo, po mua mbinte se babi me shtëpia, unë shkoja ngjitesha pas komshinjve, ikja me tanë me makina. Sa herë në javë haje mish? Ah. Ra. Domethënë ra. Shikoj, unë e di saktësisht këtë që po më pyet Po. atëre, se më e kujtoj shumë. Kemi patur 4 kg mish në muaj. Me të avon për t'i marrë. Të gjithë si familje. Si ka- familje komplet, si familje. Me Ka- kock. Unë si të vinte pastaj, pyeste ai kasapi, atje i vinte kap kile na ik thoshte edhe. Po. 4 kg. 3 kile kocë. Këto periudhat që u bënë kështu. Para kur isha çik më i vogël, nuk ishte kaq. Po. Po kur u bë kjo periudhë që sa po fole që pare, e mbaj më shumë mirë 4 kg mish në muaj. Po buk sa u jepni? Buk ishte gjysmë kile, gjysmë buke se thash me kile, gjysmë buke për frym. Për frym. Kështu ka qenë. Historikisht ajo nuk ka Ato rëndësi. bukët 40. Ato bukët 40. Edhe E, racionale- balin e në një 66 o doktor. Po nuk i mirë mindot edhe i hanin vetëm ata që i hanin. Mbani të radhë për qumë. Për çdo gjë bami radhë. Po thujse. Qumshi patjetër. Po. Ngrihesin vinin shishet atje, qumshi. Sa ore të mëngjesit? Mishi po. Për shishet. Edhe domatet kur vinin domatet e presta që vinin nga serat. Po. Shtyheshin njerëz. E diti kush ishte radha me fuqishme, me Po. madhe që ka qenë në Bilisht. Po. Radha e silonkave. E cironkave. E silonkave. Silonkave që? Silon. Bluzë. Bluza silon, si duhet, cop siloni, si sintetike që quhen sot. Po sintetike, po. Bluzat e nylonit. Ishin ato vinin nga kombinati. Po. Mbase nga Beratja, mbase këtu nga Tirana, edhe ishin rrethka të prera që kishin prerë nga mëngët, që kishin dalë tepër. E ishin shirita nga kaq. Shisnin me kive, mirë po. Njerëzit briteshin për to, për t'i blerë, sepse me ato gratë i prishnin dhe bënin bluza, seronin dhe më shumë, e kupton dhe i bënin me shtia. Ajo ishte rada me, se ati luftonin të gjithë për jetë vdekje që të blini se Ka s'bë. treguar ndonjëherë baba këtë gjëra? Disa, jo të gjitha. Ja, për shembull këtë se dia që Si e më trego pastaj vajte në shkollën Në e shkollën bashkuar, bashkuar edhe atje pastaj u bë- Pastaj atje, vazhdova 4 vjetë shkollën e bashkuar, për artilleri bregdetare. bërë edhe pastaj akademinë në shkollë. Jo, akademi nuk arrita ta bëj. U bërë oficer edhe ti pastaj. Oficer po, dola oficer, e mora atë titull. Fillova dhe punë, kam filluar në
regjimentin e Durrësit. Me Ka topa. fillu- Me topa. Ku ato topat që kanë qenë tek Shkëmbi Kavajës Ata ato? topat tek Shkëmbi Kavajës kanë në provim 4 vjet rresht mbi ata topa. Se atje në provim. Unë kisha qef kur vija se unë kam jetuar në Ballsh. Provim me tren. Po, dhe kur vinim me tren, neve se kam lindur në Tiranë, prindërit e mi kanë shkuar në Ballsh, ishin mësues arsimtar të dy dhe ishim gjyshen edhe dajet në Tiranë dhe vinim her pas here në Tiranë. Dhe qefi im kur ishe i vogël ishte me zi prisja të kalojmë tek Shkëmbi Kavajës aty sepse ishin topat, ishin tunelet e topat dhe shikonim topat e më duke Ata topa kanë qenë topat e kalibrit më të madh që kemi patur. E sa kilometra mund të Ata ishin 23 kilometra distancë. Dhe kishin saktësi deri në 20 kilometra. Po saktësi i themi dhe precis. 23 kilometra 23 kilometra distanca. Mashallah po të sa froj do tani Ermikë kollaj aty. Po dhe vija bregdetare që ka patur se sot me këtë çështjen e bregdetit që po ndodh është tjetër gjë. Kështu është përcaktuar nga të gjitha shtetet. Sa ke mundësi ta mbrosh me topë nga toka, aq kilometra ketate. Dhe vija bregdetare jona 20 kilometra ka qenë, sepse ne kishim 23 kilometra hedhjen. Ka patur kur ke qenë ti ushtarak në bregdet, ka patur provokime apo në ndetse të huaj që afroheshin apo Shiko, unë dola në 90 në oficer. Në 90-ën, okej. Unë dola në 90 në oficer dhe situata ishte një çik më ndryshe. Nuk kam patur, por në qoftë se po t'i quhet kështu. Ka bërë një shaka. Ka pas qenë edhe ajo kur ka pas qenë ajo periudha e këtij Xhevdet Mustafës që ka Kjo ka qenë para 90-s. Nuk kam qenë në Shkodrë Bashkuar atëherë. Pas vdekjes së Mehmetit më duket ka qenë. Patjetër po. Ndoshta. A diku atje ka qenë. Po ndoshta 82-shin ka pas. Këtë deri Shkolla Bashkuar 67-s ti, do të 15-16 vjeç. Atëherë. Çfarë marr mend nga Shkolla e Bashkuar? Momente të vështira, sepse disiplina atëherë si ishte disiplina? Po, ja ti tani ishim që me Alfën e Shkollës së Bashkuar. Sa shkoje të qetin? Tu kujtua babai. Kujtua. Po, ki parasysh që vija bajta ja 2 javë në Vonesë. Po. Sepse ashtu u ardhi puna. Dhe kur shkova unë, gjitha ishin qetur, unë shkoj me flokët pak më të gjata se ç'dushe, se nuk të dinin atëre, po disa çik më shumë ata më shikonin shumë. Kur yra që i qeta o doktor, do thaj, mund të edhe të kem lotuar, më ka ardhur keq, sinqerisht se e dija që nuk do kisha më flok pastaj. Sa ishe 15 vjeç Shkollë Bashkuar kur vajte? Jo, sa i vjetë. Po aq më 14 e ka 18, më 18, aq 17-18 vjeç. Aq 17-18 vjeç ata dhe mbaron me shkollë. Qetën. Pastaj filloi i vështirësia ishte, fillimi ishte shumë i vështirë. Pra me ndosha me një jetë të tillë. Pjetore 200 veta ishim në një kapanon. Keni 200 veta në një derë. Po. Ambjente kombëtare, po 200 studenta në atje flimin. Ashtu hamin ato tasat e metalit. Por ushqimi ka qenë. Duhet ta. Nuk ka qenë shumë i bollshëm. Ose do të në fillimet e para, 2-3 muajt e parë sa të ambientoshin, ishte goxha e vështirë, dhe të rroshin mamin ingrenazhe që i thoshin në jashtë. Po pasa ambientoshe, ushqimi nuk ka qenë i vështirë, po kuzhina, ato ambientet ato kanë qenë goxha për të dëshiruar. Oficerët aty kanë qenë të rrekt me juve, me nxënësit rregullat se ishte si punë ushtrie pak a shumë. Jo si punë ushtrie, atje në radhë parë duhet të bëj një ushtar. Po, atje në radhë parë duhet të bëj një ushtar. Dhe ish komandanti i shkollës, se unë se arrita. Se që Peçi, me që e mba men. Ai, kur i ka zë një student që ka dalë, pale, i edheshim nga murit e ikmin. O puta, i gropovi një 10 veta. Sa erë ke darë ti kaj, sa erë ti njeri tha, ere parë, komandant. O më thuaj të vërteta tha se nuk... Po për vetoj, ta komandant ere parë. Ata nuk i preshtoj nga shkolla që kështë nikur disa erë. Te preshtoj, i thot ty, komandant, po unë njere dhe me preshtove. Po ti nuk e bërë akoma ushtarë. Ti nuk më duesh me. Se ti nuk i kontrolon do të ushtarë, po së dite ti bësh hilet vetë.
E kupton? E di që bëja në shkollë bashkore, unë kam filluar fakultetin e mjekësisë në 89-ën, edhe që ishte aty përballë në shkollë Kemi qenë ballë për ballë atëherë. Edhe Çfarë koncepti kishit për ne? atëherë shiko të them. Unë bëja, kur kam qenë në shkollë të mesme, bëja palestër shumë. Dhe bëja dhe boks, më pëlqente. Dhe adoleshent, më në shkollë në Ballsh, atëherë kisha bërë doreza boksit të qepura me dorë, neve i mbushur me lesh dhije, të sajuara, sepse nuk ekzistonte, nuk ishte doreza boksit. Mbana çfarë palestra ka bëri mat? Edhe nga që babai im ishte drejtori i shkollës, së bashku me një çun më të madh se sa unë moshë që punonte në uzinë të Ballshit, bëri ca gire, ca shtanga, ca gjëra vetaj të salduara, të sajuara dhe i çuam tek palestra aty dhe shkonim bërim stërvitje mbasdite apo në darkë bashkë. Edhe vinin shokë të tjerë, stërvitesh. Kur vi shkollë të lartë, se s'kishte palestra atëherë. Patjetër. Fare, zero. Unë desha të bëja palestra. Më bën një kushërim, një palë gira, këto peshat në gira, si e thonë, manubri, mi sajon ai, mi bën kështu që montoheshin, edhe i mbaja në dhomë, isha konviktor atëherë. Më e merr vesh kujdestari i konviktit dhe kishte ndodhur një sherrë në qytet studenti, më duket i kishin therrur njërin, një student aso kohë, sepse sherrë do thënë kishte përplasur shtangën që e mbante në dhomë dhe e tjetër banal. Zhurmë për futboll, ishte edhe ky merr vesh unë kisha këto girat, edhe vjen aty me sherrë të madh, donte të mi merrte. Nuk ja lash që ti merrte, nejse iku e punë. Dhe unë shkoja në shkollë të bashkuar për të bërë stërvitje sepse këta kishin palestër, kishin edhe një ekip, do thëmë që bërin karate, boks. Aso kohë, nuk e di qofse ti e ke pas njohur Dritan Demiraj, që është bërë edhe ministër i brendshëm ca kohë, ai Ministeri Teknike. Antje nuk e mbaj mend, në shkollë, po nga kjo po. Tani ka pas qenë ndoshta 2-3 vjet më i madh se sa unë, diçka e tillë. Dhe një njeriu im që ishte Bashkim Likaj në ke pas njohur atje. Pedagogun patjetër. Pedagog, Bashkim Likaj. Ka pas qenë atëherë pedagog, ishte shef i katedrës së fizkulturës. Nuk e di se çfarë. Dhe ky më bën një leje fletëhyrje mua që të shkoja në shkollë të bashkuar për të bërë për 3 temujorëshe. Pastaj Marinova përsëri atje dhe unë shkoja, bëja stërvitje. Tani më skadoj, kjo nuk ma rinovoj më për çfarë arsye, nuk e mbaj mend tani. Dhe unë kam pasur dajën tim oficer. I marr një uniform ushtrie. Me kapele, me të gjitha kështu. Dhe unë tani çantën e sportit kaloja aty, nuk më thoshte kush asgjë sepse ishte me uniform. Po uniforma ime ishte e tillë që poshtë kisha një bluzë leshi, këtu nuk e mbaja të mbërthyer. Ma ka ndalur një herë një oficer, valla. Edhe më thotë mua, hajde këtu thotë mua. Pse mba këtë të zbërthyer kështu? Ku jeti, ku që? Po ja këtu, po është mbërthyer aty. Të bërtitur. I ka unë, sepse ta kishe zbuluar i gjohë si shansa ashtu. Palesë që mu kalën dhe i belarë. Nga i mbërthyer, i zbërthyer. Që po, se ishte, son ushtarake. Po tjetë pali. Po që e vështirë ka që. Sidomos më shumë nga të gjithë ka në vuajtur. Ata të profesorisë. S'ka patur pik ujë të ngrohtë, doktor. Do më thënë atje, te gjithë vitin, 20 minuta dush me orar që kishe dhe 3 herë në muaj. Dhe ujë të ngrohtë, edhe ne kështu ishim një në javë, bënim, po kishim ujë të ngrohtë në fakultet të... Zero. Zero. Një në javë bënim neve. Po ju s'kishit me ujë të ftohtë lashit. Me ujë të ftohtë. Ngromi me tenxhere, me rezistenca që ngromi që mlado. Ata të mësorisë, ata bëni stërvitje në baltë të gjorit, ata kanë nequr të merë. Pastaj u bërë oficer. Qa viti u bërë oficer? Në 90-ën. Po, edhe qëfar, ku të... Më qua në Durrës. Në Durrës të kjo... Më qua në Durrës. Topave. Në ke përdorit bajta pastaj përfundimisht, nisa nga Kafana, nga Culila. Sa vjeq ishe? Ishe 20... Po 21 vjeç, diçka e tillë do të kemë qenë 20. Po. Dhe sa punove ti si oficer? 6 vjet. 6 vjet. 6 vjet. Si ishte jeta e oficerit?
Në ke do të thonë ka qenë që pika më e vështirë Durrësi. Me thënë të drejtën. Por unë nuk e ndjeja shumë atë, sepse isha mësuar do të edhe nga jeta e Timeti. Isha mësuar në një familje të tillë dhe isha në qikë me ndërgjegjësuar me vështirësitë dhe nuk më dukeshin mes i vështirësi, si që dukeshin dikujt që ishte rishtas. Po pra, vështirësi ka paturime, nuk është e vështirë historike. Po si ka qenë historia e ambasadave që hoqë dorë nga oficerllëku posta? Për edhe se jo, desh më hoqën diplomën për te. Isha në shkollë bashkuara. Dhe ishin studentët e 90-s, po i themi. Si ju civilët, si ne. E di këtë që u kanë çuar për të... Dhe na quan për të mbrojtur ambasadën. Po. Çdo bataljoni, po i themi, që kishim ti do këtu, ti këtu, ti këtu, ti këtu. Mua më bjete në Kaçë. Po. Që në Kaçë të i themi edhe sot. Po, në Kaçë. Bra, ishte rulishte atëre. Edhe rruga kryesore, tashim do të mos lëmi përqendrim njerëzish, ku të shikomin njerëz të dyshim, të tureshim, të kapmin, e kupton, të raportojmë që në polici. Mirë, në na dhanë një urdhër që fillimisht nuk u kuptua. Dola unë një natë. Natën ju nxjerrën juve, po. Në natën e ditën, po na nxorën që mbas dite, mbasi mbaroi mësimi që dashu, na nxorën atje. Po ashtu çfarë po bëhet, ç'po kuptoj gjë, do në mëngjesit tematik. Se na kishin vetëm nga i lopat gjenjere dhe nuk na thanë fillimisht se çfarë bëhet. Po tha prisa tash se vjen urdhri tash, ta do na i komunikojmë. Ato u dhan lopatët që të godisnin të njerëzit. Po ja, këtë po. Të vriste ajo. O të vriste, ajo të mbyste mo. Të priste kokën. Po ajo ishte për të prerë dhe drumën atë kohë, dhe mbante gjenjoja me vete për të hapur, jo më për të vrarë njëri atë e vriste kur tash njëri. Dhe dalëm në mëngjes na thonë këtu. Amon po pat grupe të turen, mos e lejoni, nëse do jeni nevojë do t'i godisni me lopat, vetëm t'i shpërndani. Nëse i keni 3-4 veta të dyshim, kapini, na mbër përciti më. E dëgjova atë kështu. O çudita. Tash s'është puna jote. Ajo është puna e policisë. Në thonë sa. Nuk e bëja. Nuk e bëja dot. Dhe thash, se larg qoftë. Ja e bëra. Mu dha rasti, doli dikush, po ja i rash. Çfarë po bën ai, apo çfarë po bën ai njeri që, ose kush jam unë që ta godas? Me çfarë ligji me i fjalgojt një komandanti? E pa mundur. Dhe hika. Kanë kapur trenin e Pogradecit të dytin, edhe hika në shtëpi. Ike nga shkolla. Nga shkolla. Kisha mbetur vetëm provimi filozofisë, kishim të fundin për të marrë diplomën. Kur shkoj në shtëpi, e me nëna në telefon t'i matë. Po dhorardi kë, në Tirana, s'ka mund si do të majnë telefon. Unë jam ka dishmëri, tha këtu, tha numër 2, tha ti, tha atje, tha si ka mund si. Kush është ai që t'ka dhe në ty lejë? Kupton? Tha është nuk kam ikur me lejë, kam ardhur pa lejë. Çfarë tha? Po. Një të mbyllur telefonin, marrë bicikletën, se një fshat 20 minuta bënda me bicikletë, arriti në shtëpi. Qa ke bërë tha mu? Tha është po tuk. Ti mund ta kesh mirë, tha. Po ta dish se ti nuk besh më oficer. Kanë përjashtuar nga shkolla, pa diskutim, tha, diplomën nuk e ke marrë, si e titulluar, për të veprim, tha, e do që 4 vjetë që bere tha shkollë. Ti të kishte ngelur ndonjë provim do i gjë? Dhe një provim diplome, që të mirë diplomën. Si të mirë diplomën ishe titulluar. Po ishte provimi i fundit i diplomës, kanë qenë 2 provimet, një filozofia dhe një nga ana ushtarake, kishim taktikë. Filozofia marksiste-leniniste. Ajo që ka qenë. Ajo që ka qenë. Një histori e partisë, marksizëm-leninizmi me 2 kapitull. Ti do t'i mbash me se ke bërë vetë. Po ti qa filozofie të ka bërë? Ti ke bërë shkollë burra me jo? Po, patjetër. Qa shkollë ke bërë? Unë bëra fizioterapi. Po. Pasi vure mend që të vurin të punuar? Po. Bëra fizioterapi, që është vërtetë nuk e kapa dot në Tiranë, se kisha dot mesatare. Do të thënë, kishte shumë kuota për ta zënë dhe nuk prita dot ta gjatë. Kisha me stres, që është vërtetë, dhe kapa në Elbasan. Bëra 3 vite fizioterapi. Nuk është e kisha shumë me qef. Do të thënë fizioterapia nisi kështu
kot, më shumë i nat me vllajën, domethënë që Pse? se kapet ti e kap unë. Aha. Edhe Ishe konkurrencë me vllajën? Jo, po thjesht e ndigjova që ai kishte qef ta kapte, nuk arriti dot Çfarë ta diferencë kapte. moshe keni? 4 vite. 4 vite. Edhe nga që se kapi ai, më ngeli thjesht më shumë çështje inati që do ta kap unë, po pastaj fillova të ulëmtoj të shikoj çfarë është fizioterapia, se mi që do ta kap, po Po, ta pse çfarë është tash ta që. mbaj. Dhe pastaj edhe mami pati një incident të vogël, Po. edhe atje e vendosa tamam 100% që duhet të bëj fizioterapia, jo thjesht për qef. Po. Sepse deshte mami trajtim një farë periudhe dhe bëra me qef. Me rezultate të mira mbarove atë. Po mirë, mesatare. Jo të mira shumë, po isha mesatare. E kalove në konvikt, ishte konvikt atje? Jo, e bëja vajtje ardhje që është e vërteta në Elbasanin. Tirana Elbasan. Tirana Çdo Elbasan. ditë me Çdo autobus. ditë me autobusin tek Si ekonomiku. Si ke qenë si periudhë Çfarë po si çfarë kujtimi Po, ke të bukura apo të shëmtuara? jo, të bukura kanë qenë, po periudha më e shëmtuar ka qenë ajo e protestave se Çfarë viti ka pas? ka qenë 2019, domethënë që fillova dhe në 2021 e përfundova, po ishte kjo periudha e protestave, domethënë isha viti para atëherë kur u bën këto protesta të studentëve. Jo, ajo, kjo jon. Dhe atëherë u bllokuan rrugët nga protestuesit në Elbasan dhe ngela. Nuk mundet të kthehesha dot me autobus, nuk njihja njëri në Elbasan, isha zero, domethënë as shoqëri nuk isha se ishte fillimi. E them babit që do vish të marrish, po rrugët janë bllokuara. Po janë rrugët e bllokuara, tha si si të vitet të marr, tha. Mirë që po nisë, tha, po si ti kaloj, tha. Rrise i mirë të tha. Rritha shiko sa jo, tha. Dhe nenda deri në orën 8, që është e vërteta, pastaj rrugët u hapën dhe fati ishte që haja shoferi i autobusit bëri zemër, tha. Kush është tash, si ta do t'i çoj, tha. Pastaj nuk çoj më, tha. Prandaj unë isha prezent. Shpëtove ti. Shpëtova. Të hoqën nga shkolla, do thënë ta dhan diplomën e oficerit pastaj se baba tha që humbe, do thënë se. Çfarë do se ta dhan diplomën? Ma dhanë me goxhan ndërhyri. O, kishte miq baba do. Pa tjetër bëhet fjala gjithnjë gjendet një mik. Po, po. Me ndërhyrje dhe një çiçki me forcën time. Po, si shikoj një sekondë, ti desertove Urburgun. Po këtu do të dalë Urburgun. Ani shumë shpreh dhe shefi i fakultetit, se ti e kupton. Po armik i popullit ti. Ai shumë tha, ti dezertove, tha. Ti tha sot të kërkoj partia, tha populli, tha. Dhe ti dezertove, tha. Po. Më kupton shumë u shpreh. Po. Dhe unë direkt u përgjigja, unë nuk dezertova. Po. Se para nuk më thiri populli ishte atjetër. Po. Ti më the shko biri populli. Së më the ja ku merë armën dhe biri armikut. Po. Pra, dezertor, unë nuk jam. Për punën e partisë, thash nuk e disë bëhet. Shu i kam të sinqerisht. Por, thash, populli jo. Pra ndaj, thash, ti këtë fjallë mos e thua. Ne vazhdojmë, juve bëni që keni për të verë, se unë e di që keni për të verë, thash, por të fjallë vetëm test të lejoj ti të më thua. Pasaj me ndërhyrje, mik pas miku, se edhe situate turbull, Po, ishte situatë e tillë që nxorën se urdhër dite qushe për ne, nxori urdhër dite ai për të marrë ky student në provim, e mora, e lash dhe dola. Ai pastaj të çon në Pastaj shkova në Durrës. breakdance. Në breakdance aty. 6 vjet bëre atje në breakdance. 6 vjet oficer. Çfarë mundoj gjë të lezetshme në breakdance? Çka ka mundoj gjë? Po ka historia, ka më plot dhe po një shaka që doli çike vërtet, po u nis me shaka, po ta tregoj. Ha, ma trego. Ishte bear, vetë ke qenë korik. Kulmi plazhit, po i themi, po nëse kishim problem për plazh atje sa atje. Për ditën në detyrim atë as njerëz nuk ishte. Mirë, po një ditë po haja drek. Edhe më merru telefonin ushtarit. Po e kisha në fakt besku më binte telefoni jashtë orarit, se kishim orare të saktësuara kur raportonin edhe pastaj shikomin rutinën. Ja ngre telefonin dhe çka kem? Ta komandanta. Polis bulusi. Ma, çka ke ti? Ta komandanta kam përpara një anije të madhe, tha, sa në qytet ta. Gjera unë. Qa thu, po? Për zotin tha komandant, tha, sa një qytet e shta, po? Qarë është më i thasha luftarake apo civile, njërë se këto transportit janë të mlanë, pak. Jo, e thash luftarake, tha, isho grukat e topit ta nga kaj, tha më të mlanë se këto tona. Thash, po,
Çfarë është? Tha nuk e di. Po se di ti se di unë. Se kisha zbulusin më të mirë. Po. Do më sinqerisht e kisha zbulusin më të mirë, nëse se dinte. I thash, qetësohu njerë. Shikoj njëre parë që flamur kamo. Pa Amerikanë. Pa e thash se janë këta, atëherë sa kishte filluar embargo, janë me Serbi, dhe patrullonin ata të Qa viti për i fjallë? Mund të ketë qenë rreth 93-94 grupe embargo me luftën e Serbisë. Që i doli, po ato vite ka qenë. Me Bosnjën, po. Pa Amerikanë, flamuri, në rregull, thash. Tani më nëmbro sa gjuka topi ka këtej, sa këtej. E i kërkova dhe një antenë të radios. Me dylbi. Jo më e kishte afër, e kishte 3 kilometra afër, më kishte në Bregdet ai. Ai po sotiste natyrën, ajo ishte ditë e dielë. Pushim, ai i tha dalë të sotis natyrën amerikani. Aha. Se ata duhet patrullonin larg ujrave tona, e kupton. Nuk duhet tylin. Ai kishte për plagësi. Ai kishte për plagësi. 3 kilometra me pushk në kuptim me guri binje. Po. Edhe ai prandaj u tua ushtari. Po. Se kisha rraj çapër dhe se kishte patur asmendin. Po. Ai kur e pa u çutre. S'dola unë me brape pash. Ishte gjë. Pak gjë e bukur. Me thënë dhe sidomos për ne ushtarakit që i kishin parë vetëm në për kataloge, me një vektrushke ka që kisha parë, mu ba mundësia ta shkoj nga afër. E njofe se çfarë ishte? Patjetër. Çfarë ishte si anije? Ishte destroyer. Ishte destroyeri amerikan që patrullonte, ishte destroyer. Dhe shkoj aty në zyrë, vazhdova bukën, po raportoj direkt gjuha tash. Një destroyer amerikan distanca kaq thash. Jam në vend komand gati për ta apo zjarr thash. Pistan, mos u shpende, do na hapësh luftë me Amerikën ti tha. Se the do t'i bjerë dhe? Po, unë po bja shaka në fakt, po e dinin që isha në që këdhe temperament që... Po për i gati të... Po kështu i thashur... I kam mbushur. Po i thash kam mbushur. Presh gati... Vetëm të lajmërova i thashun. Me qurë dhe thashun po. Unë dhe kam kasaport, ma hapa numërin 350, se ma e men. Numëri 350 ishte që në kone e vetë, na kishin ngelur, nuk na kishin marë. Po. Dhe kishin murdur të tarak me shtrim, me atës më zite burgu mua. Po. Edhe i thoshte Amerikani ishte armik për ne. Atere, ta godasim. Po. E kisha urri me shkrimur. Po. I thash ka ma për të atere u tërbua pare i gjori. I tha ta shi, tha kjo, tha ka ikur. Tha që ka shumë ekstremist. Po i themi enverista se... Po, drita tha të lutem, tha... Se ishe shefin të lidhjes. Për 3 minuta tha lidhe mu, tha me ministrin, tha dhe vetëm 5 minuta kodo mi apesh, tha. Mirë thash, po bas 5 minuta mbaj mend ka zjarë atje. Po ja buk. Sinqerisht bas 5 minuta vetëm kur dëgjoj utërimin e motoreve të destroyerit. Edhe iku bati natë se tha, ku dihet? Se ata i thanë ure është. Se e njoftuan destroyerin, tha që është një me radio direkt, po. Ikor tha se ka vënë në Shqipërisë ai bullava atje i thanë ata. Për zot. Pore. Shi bolla që sa. Po, ai ka thënë një nga ata ekstremet e sistemit, ma veshi tha. Ka një top të mbushur. Ka iku di ka. Qa shkumbe kanë ngritur ata motora, iku vërtet i trembur. Iku vërtet i trembur, se nuk i leush atyre të bina i kishe shkelur, a i pari regula. Por a i kisha arë për klajsis, kisha arë për luft. I mafje. Po, pastaj, punove 6 vjetë në si oficer. Pastaj në me reformë. A, të nëzorën të... Do dhe me reformë. Që bërë pastaj? Sa vjeç ishe kur dole me reformë? Pastaj bjo ja 30 vjeç duhet kem qenë diçka e tillë, 28. Jo, 28. Edhe 6, 28, 30 atje themi, 28 vjeç. Po thonë i bie tjetë vitin 96. E këta e mbajmë saktësisht, 96, në dhjetor 96 kanë dalë me reformë. Po. Ishe martuar ndërkohë, ishe fëmijë? Po, isha i martuar. Po. Isha i martuar. Si e njofe gruan tënde? Aty në shkollë, ti themi, në shkollë të mesme. Unë sa po e kisha mbaruar, po ajo atëre ardi në Bilisht. Në Bilisht, u lidhet që atëre? U jemi lidhur po. Bëm disa vjetë si që quam me ato dashurit tona, ose si që kaluam ato dashurit tona, se jo i quam me ato ishin dashurit të vërteta. Ato ishin dashurit të vërteta, ma balare, ta nuk e kanë shansin të jetojnë ato momente. Sa vjeç ke qenë? Kur... Sa po kisha mbaruar gjimnazin? Pra 18 vjeç. 18. Pa shkuar akoma në shkollë të... Pa shkuar, që kam Kur lidhe me ta. Pikërisht. Po. Ajo ishte më e vogël se sa ti. Ajo atë vit kishte ardhur vit parë, unë sa kisha dalë. Ishte 15 vjeç ajo. 15 vjeç. 14 mbaron 8 vjeç. Pastaj vazhdua. 71 jeni ju. Po, 71. Moshatar jeni me mamin. Moshatare ja. Po, edhe si e kape?
Si e mbushë menjë? Njerë si të ranë sy, thuaj. Ha, më thuaj pa. Se ka elementi kryesor ishte syt. Pa? Ma gjepë si me ato sy dhe... Si qa sysh ka grëja? Le, një mua. Ha, ma thuaj. Ska sy më të bukur se sy të grëja si me. E di ke sy shumë të bukur, ke si ngjyrë. Jo, nuk ishi se ishi ngjyrë e veçantë. Po. Një rezatim, e kupton? Le. Ti kishe mbaruar shkollën ndërkohë? Unë e kisha mbaruar. Dhe ajo ishte në vit të parë. Ajo sa kisha ardhur viti i parë, ishte një 2 muaj që kishe filluar shkollën. Po. E ku e hasa? Aty në rrugë të Bilishtit. Po, rri aty te shkolla ti, do thënë Patjetër që rinin, edhe ishim të zakonshëm, por kjo ishte jashtë asaj linje. Pastaj vazhduam me atë disa vite. Si e ndale, do të më tregosh fiks si e ndale çe ke thon. A për zotin. Hama. Po ta them ose kam hiç fare, po. E po thuaj, çurt e ke thënë apo? Jo, ja kam thënë, e di që Hajde, po thuaj. kam qenë. Atëherë ja, shumë e prita një dite kur mbarovi. Po. Mësimi dhe nuk i doj. Se ishte me shoqë. Po. Sa shurinin atëre tuf ishin E kishin fri nga juve. Po nuk thesha ty janë në atë. Tu frinit edhe ju, kështu që. Jo, ashtu po. Ato rinin 5-6 shoqja që iknin për në shtëpi. Po. Vinin nga fshati. Dhe të nesër me pata fat. Doli nga dera që në dinin arsimtar. Se gjimnazi ka patur 2 dyerë. Një unin e dinin arsimtar, ishte me lulishte. Kemi patur lulishte të bukur, përpara gjimnazit shumë të bukur. E te dinin nxasi. Ajo doli që andej sepse kishte dërguar drejtori për të parë diçka. Po. Dhe ishte shkolla 8 vjeçare afër do kënon. Unë e pasha, aty vërteteshim ne si thua ti. Edhe i dola ja e takova aty prert. Aty e ndala. E ndale, qa tha? O skuq besoj o. Patjetër bile ajo ose priste. Po. Se kishte gjena ose s'kisha unë kokë, e kupton? Ti kishe kohë që shikoj kishe vënë syrin? Me thënë të drejtën doktor, ajo ishte dashuri me shikimin e parë. A ditë që kam parë, të pas nesër e kam takuar. Nuk e kam... Brenda 2 ditë shtak fak. E ishte ndikimi parë, po kaloj një mrekullueshme me të. Po, sigurisht. Ka qeni gabuar, jo, e kam llavi çaj çast, nuk ka qeni gabuar. E mban mend çaj ke thënë herë parë kur i ndale? E ato gjërat pastaj ishin formula të gashme ti i di. Të tua pa. Ato ishin formula. Po me pastaj, Ishin okay. standard ato. Pastaj po, duke erdhur se jo, ajo dhe E ke unë takuar vendo. edhe herë të tjera. Po patjetër pastaj Po, takoj sot, takoj nesër E mori vesh se Bilishti. kaluan vite. Jo dhe aq. Po mirë ma. Jo dhe aq se mundosha të qenë çike. Po ajo ishte nga fshati dhe unë mundosha të mos e nini vesh familjar, se sa i patar Bilishti ta nini vesh. Po. Dhe Sa larg sinqerisht, ishte shtëpinë, do thënë ajo fshati nga. janë qere 40 minuta më keve kisha. Ja, ishte afër. Afër. Po. Edhe nuk e morën vesh Deri jati kam marrë vesh vetëm kur kam vajtër kam kërkuar. Ej, si vajte kërkove? Jati shumë e papritur edhe ati. Sa vjeç ishe kur e kërkove? Ishe në akademi, do thënë. Jo, kisha dalë oficer atëre. Ishe bërë oficer. Kisha bërë oficer atëre, kisha kaluar 2 vjet nga 92 kam vajtër. 92, okej, i bi 25 vjeç. 92. Po. Shkojmë si pas traditës me daja. Dajna. Daja është ajo Po, që kërkon. Këtë Marrë, ishe më mori babaj, që mos e zgjatë të historinë se është ma thuaj, jo, po. shkurt, më kishin gjetur një nuse nga Kuksi, ta kishin gjetur ty? po, Po. se vajti mosh për të martuar, vjen halla, i them hall lare se kam gjetur, i thot, i metit çmelot mua, i tha për nusën, aty ta ka gjetur. Më fal, halla që ishte në Në Kukës. Se kishe gjetur një Kishte gjetur një nuse në Kukës. Po. Një Edhe? vajzë. Po. Ma propozuan, i thash, jo, thash se e kam, i thash, hallë lemra. Po. I thot, i metit, vaj ka, s'më në lofë neve, i tha, na ke thënë gjena nuse, tha, jo, pas ka gjetur nusën. Po. Dhe baba i kishte Baba Po. kishte shumë. Gjerin der. Po, vi unë se një 2 javë në punë, 2 javë në shtëpi, kështu e bërë, vi unë në shtëpi, thot i matore, thot, çan tha dha mua kështu. E po thash tash e kam gjetur, thash, çfarë ju them unë tash. Po lërni se s'është momenti. Jo tha tash, buap, muhabeti tha. Kush është? Tash ti si çup se një po t'jatin ja një. Tha, po ai duhet bosh, më do të çupë për ty tha. Po thash filani, se e kishte nga fshati ku ishte në shërbim dhe i madh. Okej. Çova. Zagarth. Jo, çova do ikin për Bilisht. Po. Direkt, çova do ikin Bilisht. Si do ikin Bilisht? Si më po ai ishit në Bilisht ju. Ishim daca tele me shpiore. Unë në Nishe Laç. shpërnojnë. Po në ne te jemi kafra. daca, po
deri në 90-ën, Ha, isha po. në Bilis dhe vazhdoi kjo histori e dashurisë. Po. Pastaj në 90-ën ardhëm në Daç dhe në 92 kam bajtur kam kërkuar. Ato vite ishin dashuri me korrespondencë. Po si me korrespondencë, si mbajnë lidhje ti juve me Shkoja letra? një në 2-3 muaj. Ku kishte letra atëre Nuk që dërgoj të letra me dërgomi. posta, Nuk i kartolina dërgomi këto, me jo. postë. Për ne Ndjelën. jashtë tradicionale ne kishim kështu, të drejt për drejt bio Po dhe mirë vlla, ti do të më thuash një diçka. Ti nuk kishe telefon në shtëpi aso kohë. Jo, As kjo nuk në ishte. Bilis kisha, po këtu jo, Pa, në Laç. As As kjo kjo jo. s'kishte. Jo. Si lidhesh e ti që shkoje apo shkoja ti e prisi kur dilte nga shkolla? Po shkoje kur vinte nga shkolla. Doje të vije në shtëpi ta takoje, shkoje takoj një shoqë që ajo të vinte ta lajmëronte që mos vije ti. Zbriste dile, po tash i kthej di vetë se i ke bërë Jo, po, ti. sigurisht. Unë ti me shoqe kam njohur kur ishim 16 vjeç, kam qenë para teje, u do. Okej, nisë shumë përpara E, doktor. Ti isha shoqe klasë. Po ti pas ke patur të thjesht. Po. Edhe thot i madh shpirt për Bilis, si për Bilis atë. Sa ardha nga puna tash s'jam lar akoma. Bilis ta lau shpejt për Bilis ta. Po s'ja dhe s'kishte edhe shumë makinë. Çfarë do bëjmë tash? Do bëjmë ta kërkojmë tha. Si do kërkojmë tash? Po tha se ti se një teatrin e saj. Bëva kitanive të njëria kërkor bajsa dhe i thot po, jo ti. Po 10 burra në 22 tha nuk e ndron mendjen ai. Po, se vendose jati. Po kishte thënë jati për vajzën që do ta jap vajzën dikujt tjetër, e kupton? Po, Mbyllesh s'bëj fjalë, Po, po. mbaroja punë. Tha unë jo. Jati tha një njerëzit tha. Po. Dhe mua prandaj po të majtë ikim. Çupën ti e për dirë, a të ta shkojmë çupën tha. Mbaroj. Po. Shkua, më pjesëm tek Daja. Natë. Po. I thot Daja se ti nuk do vesh në punë, thot. Do vish dhe do bësh lyesta, do të kërkojmë. Shkuam në mëngjes 8. Po, ai sudere se mos jam erdhë ti. Jo! Ishte puna se mos ishte në punë ai. Mos kishe se radhën tjetër. Kjo ishte në parim. Po, okay. Dhe nëse aty e mori vesh jati kur vajt. Tha emri tha. Qa doni ju këtë Jo, Të po tha unë gjithë. tha që kur ke ikur tha ndash tha s'ke dukur fare. Tha hajde tha. Por tha u fut ma ti tha nuk ka marrë si çok tha. Ka marrë si mik. Mbedja, çka ke? Ai ka çokën e vogël. Si dhe i qikë. Ti që e shetan ka i thët me. Qa ka beri, tha? Po që ka beri, ja. Janë kopsitur me tim birë dhe unë ka marrë të ta kërkoj për nuse. Po shakua, e kuptën? Po. A i vetë ma i nuk e dite, po t'kjente këshin marrë. Aha. Po qa tha vjerri atëre? A Si e i priti? ka qenë shumë konservator të themi, si s'kanë qenë ato brezat e atyre, kupton, dhe a i përdori atë që përdori gjithkush. Do mendohet, kam vezëve mota, ti njoftoj, kam djalin ta njoftoj, pasaj të kthej përgjigje. Po. Nuk e dha fjalë. Ja, ashtu. Edhe kur të ktheu Do t'i peshonte të dy. Pas një muaj arri përgjigja në Daç. La një muaj nuk e pritur, Po ha? çat me. Edhe qa... Ishte e kopsitura pjesë, po thjesht gjesa ardhi lajmi. Po, erdhi E pasaj unë pejua, mu martua. Ku martuat? Bët dasëm? Dasëm pa tjetër. Ta marrë tradicionale, Tradicionale. të shtunën në Bilisht të dielën në... Të shtunën në Laç? Bilisht të dielën në Laç. Se është dhe largë. Shkojnë Krushti, vini Krushti me makina, Po, me makina atëherë sa kishin filluar, makinat e para Po. që kishin hyrë private, mbaj mend që rregullova një dy. si ka qenë dasma jo? E pa tash gjithkush thotë që dasma ime ka qenë e bukur. Ë? Asë shumë. Shumë. Dhe Ato dhe e dasmat more... dikur ishte problem për dasmat kohën e veri se zgjeje mishin. Po, e gjetët mishin ju. Kurse unë e kisha problem në zgjidhur se unë biçin e rita në Rodon. Po, Bire e mbajta e bëra 2 vjeç pa e thera për dasmë. e rritë atje në ushtëri. Pa që të rushtria, po mora një viç të vogël e vura për numër dhe mora të madh. Kishte ushqyer ushtri. I qove ushtëris biqin e Po. vogël. Edhe morë të mapin. Mori demin tjetëri. Okay. Edhe peshkatarë sa kishin filluar privatisht më dhanë, kështu që. Sa vjeç u bëre prim, u bëre babë? 27 është bërë. 27 deri 27, parë, por ishte 27 vjeç. Ne këto memorit që unë jam çik më ashtu Aha. Po. Si ku lindi djali në Laç? në Laç, Laç në spitalin e Laç. në maternitet. Po, Maternitet. në maternitet. Kur e pe për herë të parë si u ndjeve? Po të thash unë. Njeriu gjak kryesore është familja. Po. Ka gëzim të madh në familje se të vijë një fëmijë, dhe sidomos të jetë fëmia jot. Po. Më kupton.
Ti kuptuar fillimisht. Me thënë të drejtën se kam marrë nga voma, ma kanë zjerë dhe kam kapur bile ka qenë nena ime ramet pas të thash lërë se do ta marrë veti pari. Kër e kam marrë në krah një. Në qenë ajtë të vogël, ajtë një gjithë i befasuar. Po pastaj ishte një emocion që si të ta shpreh, domethënë e ndjen njeriu atë kënaqësi e jetë, e transmeton. Edhe ti në Laç ke lindur sepse 2 muaj ke ardhur në Tiranë te që pa. Po kur pe këtë? Ishe marrë dorë. Të se mbaj mend atëherë që mos i mbeti teatri. Se mbaj mend kur e kemi marrë. Sa shi interesuar shumë për mua, jo. E kishim kaluar atë emocion. Po, pas i doli në lirim nga ushtëria, si vazhdoi jeta jote? Pastaj në fund sa mbetëm paroko. Mbetëm 2 vjet asistent dhe brenda këtyre 2 vjetëve ishte me patjetër të gjejmë një punë. Po. Profesion s'kishim. Shkolla në kuptimin nuk na hynte më në punë. Po. Ika në Greqi pastaj. Se ikur vllai në Greqi. Që 98 që ikur. 96 kam mbaru, në shkurt të 97-s kam ikur direkt për Greqi. 2 muaj kam ndelur pa punë. Ti këtë muajt e 97-s më kanë zënë në Greqi. Në 97-ën se kalove këtej. Nuk e kalova të gjithën, po sa filluan erdha se. Sa vjeç ishin fëmijët? I Pikërisht. Jo, s'kam qenë. Ai madhi ka qenë, po isha lënë familjen, kisha lënë në Laç. I çfarë viti keni? 2000. 2000. Unë kisha kaluar. Ai se i vogël. I madhi që ishte atëherë ishte akoma fëmijë i vogël. Plus prindrit vetëm në 96-ën ka lindur pra, do të thënë. Jo, 95-ën ka lindur vllai. Se qenë 2 vjeç. Ka pas qenë. Erdha u ktheva. Sa kaloi ajo periudhë? Sa në Greqi, sa në Greqi? Po i ka dhënë, kisha ikur dhe më përpara në Greqi, po për punë i ka në 97-ën. Po. Dhe u ktheva në 2000. Po, ktheheshe ndonjëherë për ta parë familjen? Po. Unë nuk kam ndentur si disa që rinin gjatë, unë kam qenë nga ta që e administroja në qikit këtë pjesën dhe të punës dhe të familjes. I kja për shembull 6 muaj maksimumi mund të kem ndentur, 5 muaj, 6 muaj dhe vija 1 muaj. Si i ke... Kur i ka në fillim, se ishin pa letra, se pasaj u bërë letra. Pasaj ikmi si njerëz, po i themi në autobus. Po në fillimin 2-3 herë të para kam ikur malit, si gjithë të tjerë. Si ishte do që i ke malit, si funksiononte gjëja? Po, në zonat kufitare, si që dhe unë nga Bilisti, për shumë, dhe unë kisha shok të mi ata që filluan. Ishin disa njerëz që kishin kaluar më përpara, që kishin bërë. Dhe tani ata të binin për kaq lek dhe të çonin në kostur, në Selanikut, grupe mbithë, ai sa të gjente, ai sa më shumë të kishte turma, çantat me bukë në kuris, edhe mali. Edhe në Dëbor kam ikur, ka që bua një radhë. Edhe në Dëbor kam. Pse në dimër, punisën dimër? Po dimër bërë do bimi në punë. Kishim marrë urimin një muaj në shtëpi do iknin prapë të punomi se ishin nevojat ekonomike për të plotësuar. Edhe ka qenë periudhë e vështirë. Shumë e vështirë se sa orë për të shkuar? Po kam patur rrugën më të gjatë deri në 7 orë mbaj mend. Kam bërë 7 orë rrugën kem, po. Dhe pastaj gjeni ndonjë makinë. Pastaj dinin ata greket prapë se ishin të kopsitur taksistët i çoami ne. Po me veturat e tyre kështu, na mirnin ata, na ngjeshnin edhe në bagazh të makinës nga mbrapa me makina portobagazh, 3 veta, 4 veta në ngushtin aty, palese diljet. Edhe me orë, jo me gjysmë orë, me 2 orë rrugë me makina që brapa të pa. Çfarë punë ke bërë atje? Po fillova në fillim që më dilte. Mirë, po pastaj vllai punon te bojaxhi, më rregullovi me bojaxhintë, dhe fillova atje bojaxhi. Ti ke mësuar zanatin e bojaxhit? Atje kam nisur zanatin. Po. Atje kam nisur zanatin e bojaxhiut dhe ishte fat për mua deri diku. Se arriva atë brezin e fundit të ustallarëve. Që ata e vërtet kur i thoshin mastora që e thoshin dhe që ta thoshin duhet ta arrijë atë nivel që të ta thoshin, nuk ta thoshin thjesht se u bëre ushtar. Po. Jo, kur beshe vërtet ushtar ta thoshin. Mastora. Dhe kur ta thoshin shokët, atëre ishte. Edhe ti ndjeshe mirë, por nuk ta thoshin kot.
sidomos të ta thoshte greku ty mastora, mos mo në ka rënë ndjesha këtu që kemi vajtur në kuptimin e saj, e kupton? Duhet ta fitoj Por e fituam na i dhanë atë përvojë, duhet ta pranoj që ata na dhanë zanat. Po. Por ne ja vogël, ne punuam për atë, ne derdhëm ndjesh Sa për orë atë. ditë punoje? Në fakt atje orari nuk ka që shumë i gjatë në Greqi dhe sot do të jetë akoma më i shkurtër. Po. Atje punonin deri në orën 2:30 ne. Po. Dhe mbas ditë 7:30 në 8:30. I lirë. Po bëmë në një punë këtu pranë mbas. Jo në një vlerë në një komshiu atje, në një na çonin ata shok pas shoku, mik pas miku. Edhe atje lueni nga një gjë mbas ditës. Po dhe ku jetoje atje? Në Afinë. Po ku? Kam vendur në Afinë, në shtëpi veçirak. Po. Po kemi vajtur fillimisht kemi qenë ngushtë. Kur vajtëm fillimi njerëz siç vajtëm ashtu grupe të Po. tërë. Per shok fillimin atje në shtëpi. Në një dhomë, çfarë? Në një Në dhomë. një dhomë, po sa bësh? Krevat marinare atje dhe se ishim mësuar në ushtri. Me sta bënte Ky bënte 200 jashtë. të gjithë ata shokët e mi kishin bërë ushtri, kështu që nuk la bënte për shtëpi. Ka panore 200 metra se luks. Është atë vetë. Po ça? I dukse bosh. Çfarë për sa veta? Veta ja 4 muaj ashtu. Po tani do më dërgosh që këtë historinë e emrit që po më thoje që parë. Ha, Emrin e vërtet si e ke? emrin e vërtet e kam Dritan. Dritan, po. Mirë, po kur vajta në Greqi, sa hyra atje në puna që më prezantoi vllai. Po. Sa i kishte mësuar në shkollë greqisht unë. Ja të... Ja, thjesht. E pyes ata. Që është vllai e morën vesh, apo si e ka emrin? I thonë Britani. Po. Si vinte në të. Ore si i thristi shkurti, thot njeri. I thot ai Tani. Po. Që kështu më kanë thirrur Tani. Ai tjetri edhe po punonte bile gjo, tha pas ka emrin tim, tha Jani, tha. Po më ngeli Jani. Jani. Më ngeli Jani. Unë me thënë të drejtë. Po grekët, shiko, si me marifet vërtet na i ndruan emrat. Po. Po jo me forcë. Po. Ja me diplomaci, Ah. me ambërsi, me butësi, pa e kuptuar. Po ti në dokumenta ke emrin Dritan? Dritan. Edhe kur u regjistrova pastaj që u bëm me letër Dritan e kam shkruar. Keni ujë? Po, Qofse do- jam okay. Edhe në Greqi kur mora letër nuk e ndryshova emrin. Por aman më mbeti në fillim Jani në punë prej atyre me vllajin, më ardhi dhe dhëndri më mbrapa fillonin prap flisnin me këto emra. Erdhëm këtu në 2000-shin, po me vllajin dhe me to, por nuk erdhëm për të ndenjur. Po. Dhe filluam punë pasaj këtu që ti bie shkurt dhe prap kështu i thrismi njëri tjetër dhe sot kështu i thrisëm njëri tjetër dhe akoma e kemi harruar Po, deri në ç'vit ke ndëjtur në Greqi? deri në 2000. Deri 2000, 3 vjet ke punuar aty dhe pastaj u ktheve në Shqipëri përfundimisht. Jo, 3. Në 97 po. Kur u Ndoshta martova? 3-4 vjet. Halla është martuar në 2002-shin. Atëherë në 2002-shin që Po. ishte pjesë. Nuk e more familjen në Greqi Se apo? mora asnjë ditë unë. Vetëm S'desha të leka la majt në Greqi. dhe gruaja rinte me fëmijët në Gruaja në me Laç. prindrit në Laç. Po. Pastaj në 2000 bëra ishte në Tiranë dhe Edhe kam marrë në prindrit, Tiranë. kishe edhe prindrit Po. e tu. Po, i kam mbajtur prindrit, i kam mbajtur. Okej. Pastaj kur ç'a viti erdhët në Tiranë? Në 2000. 2002. 2002-shin, ata 2002. ardhëm që bëm edhe dasmën martova motrën, Kam ardha qenë për 2 dasmën vjeç, si me apo? motrë dhe ngela për punim. Po. Ma mirë që u ktheve se sa ndojte atje. Paktën fillove krijove Shkoj, njërë, si thash shpinë njërë nuk desha të albis. Dhe desha sinqerisht që kisha në program që të bija këtu, se s'mund të bëja të rjetën e cejake. Po. Po të kapi me të regulloj me këtë, të regulloj këtë edhe do më këtheje, me kuptor. Ashtu ishte e punë. Mirë, por rastësisht kemi ngelur. Ne i lamë veglat tona të punës atje se kishin ato pak investime që quashim se me mend që do ktheheshim. Po. Po na takoi një inxhinier këtu në dasmë atje. Punë pas punë edhe ngele. Ngele këtu, edhe pastaj Po në ardhi më mbar. more edhe këtë me More. vete. Do të dhe mofa. Po mirë tani ti kur vendose që të lësh mbarove një Universitet. shkollë, universitet për fizioterapist. Kur vendose që ke punuar fizioterapist apo hiç fare? Jo, punove. Sa punove? 5 muaj kam punuar. 5 muaj. Ku? Në Tiranë. Po, në Tiranë. Po pse vendose që të Nuk lija është që të po më punoj me banën? nuk është që më ngjiti shumë fizioterapia këtu, Po. se është e vërtetë është aktualisht ka filluar të ndryshoj koncepti, po më përpara nuk e kuptonin çfarë ishte fizioterapia, e quajnë mesazh, domethënë Po. edhe në Karin ta bëjnë këtë ndryshim.
të diferencën e Po. doktorit në masazhin dhe prandaj oraret ishin pak zgjatura. Rroga ishte pak më e ulët, Sa rrok të jepi? 300.000 lekë. 300.000 lekë. Po, për 12 orë. 12 orë në ditë, 300.000 lekë. Kesh apo me bankën? Po. S'ka bank, kesh. Kesh. Po, dhe nuk është që po më ngjiste. Dhe ja kisha marrë dorën, që është e vërteta se kisha Nuk e punuar, po. punuar goxha kohë, edhe pastaj thash që me që nuk po më ngjit, po kaloj këtej ta provoj. Po që gjithmonë kam dashur që të ik në Gjermani, që është e vërteta. Se ke vllajën atje, ka ikur Kam vllajën edhe atje. vllajën Po, andej. për çfarë ka ikur? Kur ka ikur vllai? Ai ka studiuar Vllai po për bën 4 vite andej, ka për shkenca politike, domethënë, po bën master. Për masën e dytë ai tani. Po. Është stabilizuar, është në rregull domethënë ai, dhe ai deshet më të riqte edhe andej. Por që sa rita do ta mësoj gjuhën janë si gjithmonë problemi. E thoi shqip aty po. Dhe jam rregull këtu. Po që jo se e kam hequr dorë domethënë. E ka. Po që Mësove zanatin me babën edhe the po tregu është, që është e vërteta. I the babës apo të tha ky? Që është e vërteta, më tha ky që njëri iko tash i tha mos ik edhe ti. Jo, për të ndruar nga fizioterapia. Jo, për fizioterapia zgjodha vetë, sepse e pa që si kushtet ekonomike, sepse nesër pas nesër do filloj unë të krijoj një familjen time, domethënë duhen të ardhur ajo se nuk ja del dot me 300.000 lekë ose edhe për më shumë se pyeta 300.000 lekë 12 orë në ditë, po të shtunit të dielë kishe pushim apo jo? Pushim, që është e vërteta, po. Okay. Po që pyeta dhe më të vjetër në eksperiencë pune dhe më thanë rroga që nuk ishin që ja vlenin, domethënë 500, 600, 700, maksimumi shkonte 700, që është atëherë, tash nuk e di sa kanë vajtur, që është e vërtetë sa që jam interesuar, po që dhe peshova që nuk ja vlente. Dhe Por nuk e ke menduar që ndonjë ditë mund të hapi edhe klinikën tënde, të krijoj klientelën tënde edhe të investojë po përderisa babi kishte krijuar klientelën e vet, profesionin e kisha, zgjodha pak rrugën më të shkurtër. Je penduar që apo ja? Jo, penduar jo, nuk është që nuk e bëj me dëshirë këtë gjë domethënë. Sa kohë ke që punon me babën? Në klasë 9 domethënë që jo, tani do të thënë që le nga fizioterapia e deri tani. Tani po bëj 2 vite. 2 vite që punon. Që jam kështu stabil. Nëse atëherë me periudha. Je për mastro edhe ti apo? Jo, nuk e quaj veten mastro. Jo, jam vite dritë larg nga mastros. Mendoj unë, ndërsa baba mendon ndryshe, por që ka gjëra, sepse tash i dalin edhe shumë gjëra të reja në treg. Dhe për të bërë mastro duhet ti marrësh çdo gjë ta përvetësosh. Sa shok ke? Kam. Jo shumë, një rreth i ngushtë është, i vogël, po që çfarë bëjnë shokët e tu? Po është vërteta, shoqëria ime jo se kanë profesion shkolla, domethënë, zakonisht gjithë janë me profesione berber, dikush ka një biznes të vetin lokal, tregti makinash, po shumë veta kanë emigruar, që është vërteta. Jo, ata që janë këtu, do të thënë. Ata që janë këtu, këto biznese. Do thonë gjë për faktin që bën Bojaxhiun? Jo, zero. Është një sot. Jo. Jemi shok, domethënë edhe secili ka profesione vet, është gjë normale, punë është tek e fundit, jo se. Pra të gjithë shokët e tu punojnë, nuk janë nga ata që që rrin kafeneve duke fantastikuar. Jo, jemi të presin din lek nga qielli, jo. Për fat mirë nuk e shoh nga ata që kanë shtëpia bari, jo. Jo, shoqë. Jo. Se sot është kollaj. Po ti kisha do më kishin marrë ose do kishin shtëpi ta bari. Ja. Kemi ndentur larg asaj. Si është të punosh me babën? Po ka të mia të veta, ka të këqija të veta. Të mia të thoya të këqija. Ai thënë atë të këqija, bazë smikë tani. Mira të është që përveç se edukatës që ti jep dorë, domethënë të jep dijet, nuk e di domethënë. Është vështirë. Po që babën thuaj. Është e vështirë, është e vërteta se ke me një koleg konfliktohesh për shumë gjëra, mund ta lëshosh pak gojën kur i themi. Ndoshta me babën sado mendimin që ta kesh, do ta kufizosh, do t'ja marrësh përballë çdo gjë që thot ai dhe nuk. Si është i rrept apo? Po, i rrept është e vërtetë te puna, domethënë. Është kërkues. Është kërkues, është detajist, prandaj kjo është çdo gjë bëhet te detaji. Puna nuk është që detajt bëjnë diferencë. Po detajt dhe është kërkues e detaj kur kemi përplasjet
gjithmonë te detaj kemi përplasjen, po që ja hap rrugën se. Ke hyrë për shembull edhe kur hyrë për hotele, klinika, nuk e di, do të them vende të ndryshme, në ambiente të ndryshme. Të shkon syri tek detajet. Sa të duash. Shkon kështu, po shikoj, domethënë duke sot ditë shikoj detaj që mund t'i kenë shpëtuar dikujt ose unë do ta kisha bërë ndryshe, ndoshta është e njëjta gjë sikur edhe neve na gjykojnë te pjesa jonë që do ta kisha bërë ndryshe ose shkoj se shqiptari unë të njëjtën ndjenjë kam edhe unë sepse këtë klinikun e kam bërë me duart e mia. Patjetër. Dhe hap pas hapi, sa herë që jam bërë punit këtu, jam bërë punit pjesë. Dhe pjesë tu po të shohësh ka stile të ndryshme. Po, patjetër, detajet e ndryshme. Po, dhe çdo stil është përmirësim goxha më i madh krahasim atë që ka qenë më përpara. Dhe mua një nga detajet që nuk më pëlqen asnjëherë kur shoh në vende të tjera, janë ato të ashtu quajturat baxha. Të prerat në tavan, të shëmtuar, që 4 ore, të jesh tavan, prera ty afër një kondicioneri, apo ku di unë baxha. Dhe unë, baxhat në katin e dytë, kur kemi filluar punimet atëhere, në disa vende, të thënë, më thoshin që duhet jem baxhat, patjetër se janë pika kontrolli për elektrikun. Okej, i bën, shumëtor ke soti. Bërë ca mbulesa xhami, 4 orë. Dhe mbulove me vitat. Me logon e Ketit janë. Jo, janë pa logo ato më duket. Pa logo. Pa logo janë ato, vetëm me ngjyra kështu. Janë kështu vetëm nuancat e kanë njëri. Dhe më tej, pas kur vazhdoi punimet e tjera, thash, nuk i do. Ka më baxha. Fare. Po jo, po se po prish po ndodhi gjë. Atëherë do ta shnojmë këtu me një laps të vogël, me një pikë të vogël. Po ku është? Ndodhet, e dua të jetë edhe në projekt. Do ta shemb. Po u prish, do ta presim, do të bëjmë punimet, do t'i vëmë një tjetër, do ta shtukojmë dhe do ta lyejmë. Po lagje dhe si origjinale ama. Kurse lart, pra kjo pjesë këtu, do të thënë kati të rreth, bëm këto rumbullaket, i bën simetrike, i bëm tamam ashtu që ato nuk kuptojnë që janë pika kontrolli. Kanë ndryshuar formë. Kanë ndryshuar formë. Edhe unë shoh shumë detajet dhe unë edhe këtu kur jam për shkak që shoh një diçka që është bërë mirë, perfekte, kur po shoh pas e do i kaloj, shoh pas e do i ciklosi dhe të hongër drejtë. E kështu na e ma. Po që detajisti? Po si ishte, më thuaj që kur ke pa për herë. Jo. Detajist, po të them, kemi qenë këtu, ka bo ma aty. Që të them unë bre, qimja e plokut lëviste në këndore. Qimja më bu. Do më ndonë tha me dasër, nuk e... Tha Masoliani tha, tek televizor, a jemi këtë këtu që janë tek televizorat, te kjo e ambjeti jemi. Tha Masoliani tha, këndori aty. Jo, disa e pa që 1 metër, 1 metër që në distan. Po unë, ishte fillimi këtu, se këtu kam filluar, për e parë se kam marrë me... Nuk ti njipja, e dhja pare që ishte doktor. E të ndrejtë, deri në atë dhomë, unë kisha parë, po unë kam tip që nuk për shkushe. Unë shikoj vetëm punë, po përke dhe re, unë vetë që vetëm punë. Me po kur më bërë atë brejtje, po da i qoj kështu, po ishte... Doktora e pa kapshme. Dhe nuk prishte dhe ndonjë, po aman ishte. Kjo duhet pranoj që ishte, se po të mos ishte për zotin dhe që nuk të njifja që ishte doktorit, do thosha i më pëqak. Se e kam dhe gu. Mi po ishte dhe unë i theme, e qërto edhe vete, kur sinqerisht e theme edhe sot, se ditë, në qërë se më shpon diçka që e shoh, që më ka ikur, pa lekur ma thot tjetë që më vjen mortja. E shaj vete me thot, e shaj vete me. E në ngjera. E ikur. Marë saj mirë. Se nuk dishe të pësprap këshu. Marë saj mirë. Se kapa pas të. Se një vëllë, ka që koke këtu 2 muaj që po punon, thash një doktorin t'i tha, ore, thash unë, emrin ja kam dëgjuar, kush ma ka prezentuar, thash. Unë njëri s'pyes, kush është doktori, kush thashtë të smirë, punë, shua punën time. E ka be, po pse da? Thash, këshu. Për zotin, tha, po.
Janë i tha, mos më përiq me doktorin. Po shpera mor, thash qimja klokut ishte. S'ke vajti, tha vajne, ka mund dhe që s'kam një. Buri më në presionet me të drejtë. Kurse, edhe e dyta këtu, në më në koridori ke këto punjat e ndryqimeve, po t'i mbash në që i kanë prerë terkat ata që ndryqojë. Po? Se një ditë e djere, ka marrë vetëm unë, ishte shumë pak për të berë. Po? Edhe ma kërkove në... Masoriani ditë të djere ma përfundo këtë... Po? Aq ishte një 2 orë punë. Po? Mos hajde të hendë, më thënë, hajde të djere përfundoj e se këshu, edhe isha vetëm unë, mo. Po? Atje, ashtë normalisht që njëve. Po unë nuk e arroj prapë si detaj. Edhe, të të këlloma. Sa edhe më përshëndete normalisht e këshu edhe. E sa këti Masoriani? Thash sinqerisht, se unë barova. Po? Ja, kurshin e fundit do zbesh dolar në doktori, ka thash nuk të qetësoj, unë me ti mendom, nuk të pengoj për të mbyllur. Jo dhe që për drek. A, me, unë. Që më thejë për drek, më futet 2 minuta të këlloma, sa bere dhe ndërkopo. Nuk ardhë. Me thënë drejten. E pse më lutë 2 era? Po? Bire veshe të mëndzilja të në thonjë za... Por thash, ja do vejtë. Doktori ka një vizion tjetër, e kupton, qa do bisedoj unë? Ka fushat të tjera. Që mos ish po bisedojmë Po, tani. unë e mendova sepse sheko. Duhet ta pranoj. Po? Dhe këtu do vjetë ka që tash që të këndeve, duhet ta pranoj. Jo të gjithë, që kanë arritur këtë sukses, që kanë arritur të bënë biznesmen të njohur dhe me emër. Të s'njihesh vetëm këtu, njihesh dhe jashtë. Janë ka njerëzor, të ta, ne. Nuk ta them për... Fare nuk kam pse të bilajka, se s'kam as arsye, më kupton? Ta them me bindje, me shpirt dhe kam kuptuar. Dhe unë po ta dija që ka që ashtu, me knajsi të kësharë ta ja, drek. Po ta qarë. Në përgjithësim më ndjem dhe nga. Bile dhe arrogant. Bile dhe arrogant. Dhe këtyre njerëzve më mirë i lartë. Kam myrë në shumë shpi vipash. Në shumë. Faktën deri në sa u bëtegu në 2008 më duket po, deri atere në shumë politikanë. Shumë politikanë. Po, i punën dhe ikë, sepse nuk janë. Nuk janë. Duket njeriu. Më kupton? Dhe ti vërtet vole pastër, por unë nuk e prisha që të doktori, doktor. Prandaj nuk ka marrë. Më vjen keq. Pa tjetër, Unë më nuk e vjen mua, mendoj unë që po ta them tani, më vjen mua më shumë keq, sepse një njeriu që të flet me cilësi dhe me pastërti, që unë po të them, në përgjithësi këta njerëz nuk e kanë këtë. Ati ka mbetur më shumë në rak, pra juve që që s'marrë dhe punëtorit, kur unë me knajsi. E kupton? Por unë nuk e di që atere, kurse tani dhe mua më vjen keq. Do ulemi do të hapim drekën. Nuk e shkjo pjesa, pa tjetër. Për mua e kemi ngrënë drekën. Po do të ulemi do të hapim. Për mua, jo, ta them, shkoj, nuk ka rëndësi, mos e kalon me, nuk ka rëndësi dreka. Rëndësi ka njeriu. Ma ke një borç atëre, do E mirë, për ta hapur një dreka. Jo, borçë do të dish i ftuari. Se ti e the edhe ati kur bërat e intervistë. Po. Familja, prindrit e mi, më kupton? Dhe fëmijë, quni tim, do t'i them po të njëjtën gjë. Çfarë do bësh të pyetje, përsëri, që dhe këtë tap të njëjtën rrugë, sepse është traditë, është trungu familjar. Jani neve lindim njerëz, edhe përfundojmë në një grop një ditë. Për mendimin tim, detyra jonë më e rëndësishme është që nga ky momenti kur dalim nga një grop, në thonjza, dhe përfundojmë në një grop të gropa tjetër, këtë periudhë të shkurtër të ekzistencës tonë, se është shkurtër, Shumë e shkurtër. 100 vjetër është shkurtër. Impenjimi ynë është që duhet të ngelimi njerëz. Siç lindim njerëz, të qëndrojmë njerëz fort.
Për fat të keq jo të Jo, gjithë që ndrojnë. te po të them. Pse the pikërisht dhe ti të intervista, nuk do bëhesha kur politikan. E citove me forcë, mban mend? Jo se vaj më thëra. O, ja të them të shkush aty dhe të tha, po politikan do ishit bërë doktor, tha? Atje tek ajo. Po tek ajo të Po. edhe me forcën në kuptimin e Po. shpresë, të mendimit që po thoshe, ti e mbyllë kategorikisht që jo. Sepse unë kështu besoj, jo të gjithë do të tha po, për mua 100% të politikanëve nuk janë njerëz. Për mua, në vizion e bërë, jo se s'ka politikan të... Po. A kupton, si kam përballë, që nuk e besoja që një biznesmen ka që suksesshëm të kishte akoma ndjenja të pastra dhe të qitra njerëzore. Shiko. Ka dhe politikanë, por Unë nuk konsideroj do thënë faktin që bësh biznesmen ta konsideroj si sukses, sepse suksesi nuk matet me para jeni. Nuk matet me para. Shiko, ti nuk po flas për familjen time, sepse unë jam me fat kam një familje të bukur. Ti ke një super familje të bukur. Ka të tjerë që janë edhe më të varfër se sa ti apo tjetri që kanë super familje të bukura. ajo është kënaqësia e jetës. Unë nuk do ta ndroja asnjëherë paran Bravo. me familjen e bukur. Pastaj jeta të sjell të papritura të Se mira po të them keqja. dhe unë, prandaj nuk e kam marrë familjen me vete. Po. E ke ruajtur prej ndihmundimi. Prandaj dhe i mbir deri diku pranovi në heshtje siç tha atë që i thashë siç unë kam pranuar Petimeti. Sepse ka jetuar me gjyshë ky. Veç unë jo ka jetuar me gjyshë. Po. Dhe është trashëguar. Ka goxhan ndikim. Pse thonë edukata vjen nga familja? Ja kështu tash. Okej. Vajti 1 orë 45 minuta. Ta një cigare? Kënaqësi shumë e madhe që kisha të dyve. Gjithashtu doktor, gjithashtu. Më ka ikur kështu, do të thotë vetëm duke të dëgjuar janë. Që sinqerisht sikur më ke polur, gjithë çdo minutë kam qenë gati. Por një gjë, mbaj mend që të kam thënë ty kur të kam parë që i kroje ato me pluk. Oho, atje po, ma ne ajo ma. Edhe thash vendosi maskë, janë të sollave maskë. Është pak e vështirë të mbahet maska. Tashi, e di ku e kisha me drejtë, Jani. se që më thënë sot e maskë. I kërkova format të që i bët reklam vajzave me forma punë kejt. Po? Ke parë, po e mbajtja me bët sa vajza që bërin si kur punë. Po. Dhe ishim forma pune që përdorim ne, po. po me kejt i thash drejtoresës, ma jep një par forma, jo se jam keq për një par forma, po i dua që t'i kem të kejti tash për reklam. Po. Sidomos tash unë vi po punoj të kejti, Po. dhe po më mini në këto intervistat e dhe unë më vërme me të kejti ti tash. Po. Do t'jap ta, unë nuk më them që më tha. Ti t'i dha apo jo? Jo, sepse, Harrua. jo, ishin ditët e fundit dhe ato mbarua me kupton edhe, po që jo sezonite. Sa uniforma të duhet? O, jam asnjë, ma vjen keq. Po lere tani. Ore, nuk e kam e kisha. Përdor uniforma. Sa uniforma? Po një os kanë si... Sa veta jeni në grup? Po 3 veta ben. 3 veta Sot, jeni. domethënë që i kam të prershëm. Okej. Tu jap 6 uniforma me logon e Ketit? Po mi pra, unë desha thjesht për reklamën. Po për reklamën që ta bësh reklam, ha, Po ju, po pse desha? do t'i jap I unë thash 6 punoj me uniforma. Ketit dhe të mos punoj me reklam me Ketit, i thash me ç'sni dhe mua. Do t'jap unë 6 uniforma. Fitore. Mbaj shënim këtë, mos më fliqë. Do 6 uniforma. Po tash Për janin do t'i vendosni logon e Ketit. Më duket se u bëra unë tash Po kështu jo, se e vura në siklet drejtoreshën. Ore më bën, po ka harruar më fati se ka. Mos i thoni asaj që Jo, çfarë mos i them, tani që të mos harroj unë, ja thash fitores edhe që fitore do ta mbajnë shënimin, do ta bëjnë këtë. Jo, po dhe puna që u bëjse ishte mrekullueshme këtu. Mrekulli, është e veçantë. Është e mrekullueshme dhe unë prandaj kërkova në kuptimin e saj, sepse thash vetes, po, këtu është bërë një punë që ja blen, unë nuk bëj video. Se thash, unë nuk e përdor internet, nuk e përdor telefonin për këto gjëra. Por në qoftë se do t'i kisha bërë, siç bëjnë shumica kolegëve të mi dhe ta tregoja, është bërë një. E ke bërë ti. Jo me lekët e tua, jo thjesht nga lekët, jo. Po janë idetë e tua të gjitha këto. Jo, shiko, janë ide të gjithë neve që kemi punuar. Mirë, shiko, gjithkush inxhinier kanë bërë punë e vetë, gjithë. Po ti i ke qenë
Por ke qenë shumë me çdo detaj bre. Po, sigurisht, edhe unë më kam vënë shpirtin Po të ka dalë bukur. Po, Dhe më bëhet qefi dhe suksese sa më kemi shumë. vënë shpirtin të gjithë neve. Të gjithë kanë punuar. Të gjithë keni punuar Të me gjithë. për kushtimet me qef. Jeni grupi më i mirë i punës, se këtu kanë punuar grupe të ndryshme pune. Jeni grupi më i mirë i punës që mua më ka çuditëruar dhe s'kam për t'ju ndruar as edhe një herë. Sa do punë të mëdha që të keni dhe të them një diçka, Ilmiun, Marangozin, do ta ftoj edhe Ilmiun këtu së bashku me nipin e vet. Po, dhe unë Ilmiut, kur e kam njohur pas 4 marangozësh që kisha ndërruar, në fillim fare, në fillim ka qenë viti 2012-2013, diçka e tillë. Ne jam thënë Ilmiut, mënyra se si punonte, përkushtimi, impenjimi, serioziteti, durimi, se të më duroshe mua, do thënë, nuk është e lehtë. Dhe i kam thënë Ilmi kam thënë, ti do të rritesh të hapësh fabrikë, të bësh të madhe Ilmi, sepse unë kam për të patur aq shumë punë, sa më duhesh. dhe më duhesh që ti bësh që të plotësosh. S'do të shkoj te Ju ka dhe gabime në punë bre, ka dhe defekte në punë, se punë pa gabime s'ka. Po e bere punë me knajsi. Pastaj edhe puna tek ai që është me zemër të pastër, i del punë e pastër. Këtë është prej e ustallarëve, kur vëm në dikush, njeriu që ka i del puna. Prandaj Jani, shumë faleminderit, kemi shumë faleminderit e ju që na ndoqët, dhe kjo është një ndër puntatat më të bukura që kemi bërë. Mirupafshim.